Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV, jemi në emisionin Kuvend këtë të premte dhe kam të ftuar një personalitet shumë interesant. Dhe kënaqësi që më vjen këtu në Kuvend është miku im Skënder Doda. Skënder, mirë se erdhe këtu në Kuvend. Mirë se Gjergj. E të pëlqen me Kuvendu këtu në Lezhë? Patjetër. Veni i Kuvendit. Veni i Kuvendet. Thuaj Lezhë, direkt shkon menja tek Skënderbeu, po shqy zote do më kam me Skënder. Kështu që ka problem nga i herë kur diskutojmë të gjëra që kur janë në panele, ata që kanë të bëjnë me fushën ushtarake, me fushën e policisë, janë pak më të kodifikuar në vetvete, pak më të mbledhur, nuk hapen më shumë biseda etj. Me për ne kemi një Skënder ndryshe. Kemi një drejtues në sferat më të larta të policisë shtetit. Sot është në pension, po mu më duket se akoma vazhdon me qenë drejtues Skënder Doda. Kështu që Skënder, unë e di që do na përcjellësh gjëra shumë bukura, sepse ti po bën një punë shumë të madhe me atë që quhet ndryshe, promovimi i Shqipërisë ndryshe përmes IPA Albania. Skënder Doda është drejtues i IPA Albania. Unë Gjergj ju falenderoj, nisët mirë me problemin e turizmit policor, të cilën unë e bëja praktik, po Gjergj i dha për kufizim. Sepse në takimin që kemi bërë në Shkodër, kur kishim kongresin, e theksut me shumë fines termin turizm policor. Dhe në fakt thash, ore, Gjergj po thot këtë që unë po e bëj faktikisht. Unë, kur them unë, presupozojmë gjithë kolegët e mi, organizata që drejton, gjithë shoqata policisë, shoqata ndërkombëtare e policisë, dhe në fakt ka fillu ta elaboroj këtë lloj ideje që më dhat ju, sepse nuk është vetëm thjesht IPA, por ne kemi shumë gjëra për të treguar për policinë, qoftë me grupe turistësh të cilët vinë dhe vizitojnë edhe policinë. Ja, ka shumë policë që vinë thonë si funksionon policia. Ne kemi pas rast madje që policë të ardhur nga Evropa kanë bë patrullim, kanë dalë në patrull me policë të Tiranës. Thjesht për të pa. Edhe janë shumë të kënaqur me punën, jo se kanë bërë arrestime, veprim, por ai ka qenë patrull. Dhe tjetër, edhe i muzeumi policisë do ishte shumë i dobishëm, jo vetëm në qendër, në Akademinë e Sigurisë, por edhe në Tiranë dhe në Rrshenë kudo. Pra, ajo që më thatë ju më ka ngacmuar që ne pse mos t'i japim prioritet edhe kësaj pune. Nuk është vetëm thjesht turizmi që dalim me këngë me valle, qoftë në shesh Tiranë e vende tjera, por për të treguar që ne nuk jemi vetëm ahengxhi, le të themi. Ahengxhi po e them për ato se ju keni spektakle që nuk i bëjnë gjithë. Është shumë interesante edhe ideja që shoqata e ndërkombëtare e policisë është krijuar në 1950-ën nga një policë anglez. Dhe nuk është sekret, ai po udhëtonte me tjamën për ta dërguar në një spital dhe shkon në aeroport dhe i thot policit tjetër, të lutem, thot, a mund të kaloj pak përpara, thot, se nana ime se vjetër, nuk rrit dot në kam. Dhe polici i shërbimit i thot, are, thot, unë për kolektimin na loj aeroplanin, jo me kalu paradhi. Dhe nga kjo shprehje, tha, pse mos kemi edhe ne shoqat policore, siç kanë avokatët, kanë farmacistët, kanë juristët, kanë gjithë. Dhe në 1 janar në 1950-ën ky e krijoi. Po mendo, 5 vjet mas përfundimit luftës. Pa i thonë 75 vite histori. Po, 75 vite ka bën 1 janar. Dhe domethënë situata ishte një Europë dalë me pas luftës, me atë urrëtitjen ndërmjet shteteve dhe kombeve të cilët ishin përfshirë në luftë si kundërshtar njëri tjetrin, pra me ato gërmadat që akoma nuk po mbylleshin, dhe ky polic, ky luftëtar, si thosh, sepse policët janë luftarë në kohë paqe. Nuk është ushtari me vërtet lufton, kthehet betejë, po polici është në luftë, dhe ky polic hodhi idenë dhe krijoi këtë shoqat, madje për këtë është dekoruar 2 herë nga mbretëresha anglisë, dhe gradualisht IPA në gjithë botën u hap me shpejtësi të jashtëzakonshme, por kuptohet zemra e saj është Evropa, është Ballkani, sepse ka IPA fuqishme që është Rumania, Gjermania, Hungaria e të tjerë, dhe është një shoqat që promovon vlerat e miqësisë.
dhe ne jemi shumë deficitar në mënyrën se si di me zënë miqt. Nuk du me ba leksione se cilët e pengesa që njeriu s'mund bëj dot miq, që vinë qoftë nga edukimi, qoftë nga natyra, qoftë nga kohezioni social, por është shumë e rëndësishme që të dish të bësh miq. Shumë e bukur. Ne do të flasim normal për këtë temë, do flasim për IPA, si funksionon IPA dhe e dyta çfarë ka rrit pikën kulmore, do të jetë një pyetje se besoj dhe ata që na ndjekin do të jenë kurioztar për të kuptuar se çfarë kanë arrit me Skënder Dodën, çfarë ka arrit IPA Albania, por normal që njerëzit kërkojnë me ditë çfarë është Skënder Doda. Domethënë në shkollimin e tij, ku ka lind, shkollimi që vjen më pas, ku ka punuar e tjerë me radhë, sepse Skënderi është nga Kaçinari herën atë parë. Kështu që shkollimin e parë e këto ku i ke marrë gjithë këto indicie unë kam vënë edhe në të shkruar. Domethënë ti ke një farë mënyre ca lloj kodësh që i thoshin partan, domethënë ata të mençur, urtakët dhe të mençur, sepse ti Skënder njifesh edhe pse je ushtarak, po si njëri i urtë dhe i mençur, që gjërat i bën me shumë zgjuarsi dhe lëvron shumë mirë publicistikën. Të falenderoj unë, mos them që me u tregu modesti madh, është me në madhësi, çdo njeri ka jetën e vet unike, ka problemet të cilat nuk i ka X e Y. Unë kam një farë shansi në jetë, kam lind muaj maj. Po. Kam lind pikërisht në 5 maj. Dhe kam lind në shtëpinë e hallës time në Kortpul Puks. Dhe në atë kohë siç duket ishte festa Shna Kryqet, dhe burri hallës, i cili për koincidencë kishte emrin Zef, halla pren, baba im Zef, nana pren. Ishin paralel. Dhe halla ime ishte 7 zanë dhe e lindin muajin mars djalin. Tash i thot Zefi, burri hallës i thot babës tim, Zef thot, radhash me babajs. Se nusja ime bani djalë, jo i thot, djali imi i thot, gruaja do bëj djalë, thot, ti do e bë për çoban berresh, djalin tim do më e bë çoban njerëzish. Mirë po, në atë kohë kuptohet gjendja civile nuk ishte se lindte fëmia dhe e regjistroheshin më herë, mas një javë baba shkon në Puk me bë regjistrimin dhe në punë si gjendja civile ishte musliman dhe i thot, si do më avu emrin Skënderi, thot baba. U gëzu aq shumë edhe e spelloi nga dalë. Së Skënder ta gëzoi, thot. Tash mbas disa muajsh ne dalim në Shkodër. Gjyshja ime kishte shumë merak se djali ka emër musliman, nuk njihet, bëhet fjala në 58-ën, Po. Dhe më çojnë në kishë të madhe në Shkodër bashkë me një infermier të kohës, një dot buba, i cili ka fëmijët e vet në Lezhë, dhe i thot prifti, thot, si e ka emrin? Skënder, thot. Po mirë, po e bëjmë Aleksandër. Jo, i thot, se nuk qëllon mirë, thot. Po mirë, thot, po e vejmë Gjovalin. Gjovalin, po, thot. Mi po ti ke përshim mirë ditë, nuk i thonë Gjovalin, i thonë Gjovalin. Po. Dhe gjysha më thirr të gjithë po në Gjovalin. Mas disa kohësh ne ram në Vlorë dhe mas 5 vjeç ne kemi ardhur në Tiranë. Gjysha ime nga që kishte merak, si gjithë tjerët, po meraku i gjyshës për nipat, dilte të thirr nga penxherja, Gjovalin, Gjovalin, ku je Gjovalin, ku je Gjovalin? Shoqet e veta muslimane e morën si Xhamali. Po. Edhe tashi kur shkoi në shkollë Skënderbej, kalojshim marrshim nga shkolla Skënderbej, lumi i Tiranës, bab rruzall herë sipas detyrave. Edhe kuptohet, kalojshim në përfshatin tim, edhe një pjesë më theshin Gjovalin, një pjesë Skënder, mosha vjetë Xhamali. E thoshin shok të Skënder, si e kemi ta se na çmene, s'po të marrin vesh, i thoshin si donin thirrni. Dhe Xhamali më kanë thirrë deri vonë, derisa kanë vdek. Ashtu e kishë përmarë, hajtë këthesha kokë edhe për Xhamali. Në 73-shin kam fillu shkollë ushtarake Skënderbej dhe me qenë se isha i gjatë, falë Zotit, komandanti kompanisë më caktoi kujdestar, po mendoj kujdestar pa rrogë, komandanti 120 vete, që i këndori shazimin, procesin e disiplinës pra punës, derisa filloshim mësimin dhe derisa binte komanda për pushim. Në atë kohë kishim dhe i problem për shkak të vetë sistemit. Në shkollë Skënderbej viti i parë ishim 800 jetë. Nga këto 500 ishin nga Vlora dhe nga Jugu. Por
Unë isha qik krenar, sepse kisha 2 vëllezër më të mëdhenj, kisha ushtarak. Pas ti thush, kisha Markon dhe Pietrin. Marko dhe Pietri, po. Se ju pas qenë familje komplet ushtarak, se më vonë vjen nuja. Kemi në historikun e familjes time, do të jemi të arsimun në ushtri 5 vetë, nuja në polici, por kam dhe djalin polici. Po, që ka sot dhe është një nga policë elitarë që ka Shqipëria. Po, është deri dhe që ka armia. Dhe në atë kohë, kuptohet, kishim grupe artistike në shkollë. Shkolla SNB ka pas një dinamik të jashtëzakonshme me grup teatral, me ensemble, me sport, me gjithë, kanë dalë, ka që vidanishe ushtrisë dhe sportet dhe artit. Dhe unë bashkë me disa miqë, disa shok, militor, Prenk Kodër, Nok Nojnë, e tjerët kryum dhe ensemblin Çiftelia në shkollë SNB, dhe kemi interpretu. Po, pra i kam vore, se i kera Çiftelisë dhe para tyre tipas në shkodër tani këtë ditë. Unë i kam pasara Çiftelisë Qëmblorë, sepse duke gjuhë trio mblonjate, do da thana Trako, kujtëshë se me Ilhane kemi farefisë. Dhe në fakt, i thash babë që po, thote, kushëri kena, thote, e unë gjithmonë me idenë që do da është Melia, do da kushëria ime. Ne, se këta një historit të saj, por që mu më kanë ngellë, si thush, më kanë skalit natyrën e punës me njerëzit, sepse thash të kesh 120 shok, të kesh në varësi, të ti su jep as rog, as gja, po thjesht i e komandant, në ana tjetër mu më, si thush, më zhdërvjelësoj në marrëdhënie me njerëzit. Dhe unë një nga pikat më të forta të mijat kam marrëdhënie me njerëzit. Zotësia ime është e tillë që unë kam arrit gjatë karrierës time të kryej operacione pa shtyp ushk fare. Okej, do shkojmë te kjo se do mësirë në detaj, po, sa është një pjesë e fortë ne kemi biseduar në mënyrë kështu konfidente, por që është mirë që t'ja u themi sepse është një eksperiencë që duhet ta marrin edhe të rit. Pse jo, domethënë kjo. Tani mbaron shkollën ushtarake, del oficer? Kam punu në repartin e zbulimit. Në repartin e zbulimit? Po. Pra prej këtu fillun të injektoshin to ideja e gjërave policore, edhe pse ishe në... Jo, ishe zbulim jo si natyre policisë, ne ishim me detyra për të vepruar prapavijet e kundërshtarit, të armikut, për të godit komanda, shtetë raketash që janë në lidhje, për të kap në një rob, si thush, kapo. Pas ke qenë si puna Mossadit sot në Izrael. Mossadi ka shumë tjetër, po, shiko... Gati këshu, se qaset janë gjabale. Pavarësisht nga emërtimi, ne i sudëshme dhe ushtrit e kuja. Po, në të kohë. Bile tek një rregullor Izraelit, në atë kohë që i lexojshim, do thamë dhe i fakt që nuk e dija kanë thënë tjertë, shumë rregullore të huaja u merrshin nga personeli inxhinier teknik që shkojshin në për panajire të ndryshme në përbot, se ato ishin civilë dhe shkojshin, dhe një pjesë e tyre janë përkthy në atë burgosmën politik. Interesant. Po. Se ata dinin ishin gjuhë huaja. Ishin brenda. Nuk e jepshin emrin që e ka përkthy Pjali Pjetar Nori. E ka përkthy popull. Grup pune, jo grup pune. Ose grup pune, okej. Pra, si thush, ishte një lloj plagjature për këto tjerë, sepse ato e merrshin merrshin përkthimin e burgosë politik. Dhe kam takuar disa burgosë politik thotë Skënder, këto që i thotë ne kena pas përkthy. Sa e bukur. Grupe pune. Interesant taku te gjangë. Tek Mossadi ka pas një shprehje që unë e kam vu në theksim. Në qovë se thotë të afrohet një femër, shko. Në qovë se të afrohet një drek, shko. Por kujdes, në qovë se të afrohet një lek, edhe sasit pak ti i ble. Kjo do të thotë? Po që në atë kohë, në 81-shin. Po pra, që në atë kohë. Ajo ishe shumë përparë, për nena këshera rregulloria në dorë, si thush, edhe ishe këshill. Ta njeriu të ndohet, mund të ta një drek falas, po gjithmonë ka një faturë mrapa, mund shkosh me i femër, është përgjegjësia familjes e jotja dhe familjes i vun pasojat, por në qoftë se merr lek, ti i shitun. Sa e burë. Po. Shiko, ka i gjë sepse ti do të na mushish sot në këtë emision me këto frazologjitë, si i ke tuja shumë, mu më pëlqejnë shumë, do janë tip aksiomatike, Skënder. Edhe, po, te që më thu,
është i gjatë, se unë e them edhe du ta them për publikun. Është një nga oficerët më të ndershëm që ka pas Shqipëria në këto dekada. Jo. Ky që kam këtu në studio. Po, Skënder, këtë e di me e thamë mirë. Pra po, e kuptoj ka uzën ta. I kam nejtë besnik ligjit, pavarësisht rrethanat. Sepse edhe në kohën e diktaturës, kam zbatu ligjin, kam qenë korrekt dhe nuk kam nejtë me këthuj kokë mrapa se po më del kush me në thot tim ke spionu, bile kam pytë zoti Miraka i thash, ore, që u s'kam dosje e di, sepse s'kam është, po të paktën, a mund është me bjetë në një raportim që kanë bëu mua, se më përgjithësim shikoj që në hamë, se kjo liberal është, kjo është, termi demokrat në atë kohë ka qenë termi i liberalit. Në para 90-s? Para 90-s. Pra ti ke qenë një natyrë liberali që në atë kohë? Unë detyrën e krysha mirë. Po, e klasisht. Kam pas, tash me që se jemi këtu, duke si po më muremi, në punën time shpeshherë thoshin nga që Skënderi që fuqishëm, sportistë, më the tash, i çoj ushtar tek qi. Se kishte ushtar problematik atëherë. Po. Kishte ushtar që edhe u rrifshe me to. Po. Por unë tash si i thon asaj shprehjes nga ana jon, pritë gjak mos qit. E kisha shumë kollaj. Këto që ishin si të fort, me miq, me shok, po edhe ti edhe i fort ishe, edhe kështu me forë si ashtu. I thosha kështu, do bëjmë neshe luftim trup me trup, se ishin zbulus. Edhe kështu ishin repartë që si ishin zbulimit. Do bëjmë neshe trup me trup, po më rafët 2 vetë ose 3 vetë ju, do shkoni 3 ditë me leje. Më thoshin komandantë, a me vërtet e ke? A sa ke, më thoshin laqë? Po i thoshin. Shifshin njëri tjetrit, a i fut na? Ti dali me herë, po, që bërë ti? Një mund dilde, 2 mund dilde, kuptohet që e poshta dhe sa, s'kishte nevojë mi thanë ati që, oje, rriur ti se traf, ose rriur se dënoj. Komandanti e buri mirë, thati. Më kujtohet Trumpi. Trumpi të merr me të buta, e thot, sillu mirë se më ndryshe të shova raketat. Kjo po. Unë ja bëj se të qartë, vijnë e kuq më se shkil. E se më mësove ke Trumpi. Po. Trumpi, kjo e fundit, armë pushimi, më ka pëlqy kjo. Sepse që i thot, Benjamin, me këthy avionat i thot, frap i kthej, pra Shërbega, forca Shërbega dhe ti... E drejta Gjergj, asnjëherë nuk është fitu me moral. E drejta fitohet me forcë. Sami Frashi thot, e drejta dhe forca dhe fuqia janë 2 kratë një shqiponje, pra ti mund të kesh drejt, po s'ke forcë. Mund të kesh forcë, po s'ke drejt. Duhet mi koordinu. Por bota, si që thuhet, qeveriset me shumë, qeveriset pa mëshirë. Kështu që sot dihet që bota ka forcën, pasaj është tjetër çështja e vizionit leadershipit. Se ku e çon kjo forcë, sepse dhe në ushtrikën e pasane, ora shiko, ruju nga fitoret e shpeshta, se bën vakit ti po fiton përballë, po fiton po ti duke shkuar duke ngel në rrethim, sepse ke anash të tjerët. Edhe ti duke u knaq se po heci përpara, ke shku ke ngel në rrethim, se i ke të tjerë. Kështu që është çështje tjetër, ndoshta s'është objekti. Jo, okay, shumë bukur. Shiko, di si shpuna, se me ty duhet me pas net, me bëj emisione, net me fol me kështu, është nësi. Më ka thënë një shok i babs nga jugu, Skënder thonte. Ti thonte, e kishte pak zanë e ngjirur, do të marrësh laps e letër dhe të shkosh mirë ditë, thonte. Janë populli më i zgjuar, ke për të mësuar shumë gjëra. Në fakt u shkoj sa kur kishte dasma, më shumë kishte qef me pa, por do të them dhe gjatë tjetër. Shkoj në Blinisht, në 74-ën, në Vri, në midis Pukës edhe Mjeditës, ishin 4-5 shtëpi. Po. Dhe shkoj në Vri, mo aty pak sipër. Aty majnë bjetë shumë bjetë. Mund qatë ben, po. Po, qatë ben, po, okej. Dhe shkoj unë, shof portolampën pa lampë. Muzik, po. Dala në këtej, kushini joni, shketi ka ardë daja për babën tim, me prej në gjanë në këti. U erë, i thash unë, po pse neze bishtukun, se kishe i bishtuk. Thash, s'ke drita? Jo, s'ke në drita, tha. Thash, unë kujto se keni marrë lampën me që u martu në Doda, e oficeri i tankeve, që është nga sheni, murë qoj që thash, keni që lampat me po dritë në bord të komëshiut. Jo, tha, s'ke në dritë. Po thërë, po, pse i keni bu për të lampat? Ta ka qenë një sonë geologjike, këtu, tha, edhe një 6 muaj kere pas drita, tha. Thash, kemi rati me bateri.
Në fakt u shokova. Tashmë ne 25 tetore bëjmë festën e dritave. Ka 3 vjet elektriku të pa drita, edhe kthehem në Tiranë edhe i bëj letra ndër Hoxhës. Që u shkova në Mirdit edhe kështu puna. Më vjen letra përgjigja nga komiteti i partisë i Mirditës, më thotë që ne kemi studiu, unë isha 16 vjeç në atë kohë. Po. Ne kemi studiu situatë, thotë janë kaq tela, kaq kështu, thotë po punojmë për të rregulluar telat ato kabinën. Mas ja 2 vjeç që shumë dritat. Ja u shumë dritat. Mas ja 2 vjeç. Jo, mos i bënë letrën në rrugë, sa. Do të shkoj në ke arkivit të parë të imagjini atë letër që kam po. Udhëhesit atë kohë. Okej. E të vazhdojmë se tani ushtarak atipik, polic, po them dhe drejtues policor atipik. Okej, kur u fute me policinë, do më thënë nga fusha ushtarake në polici, kur është momenti që fute? Në periudhën 90-92 ishën akademisht të përgjithshëm. Po? Dhe kuptohet ishe situata tranzicionit shumë e vështirë në atë kohë. Në fund 92-shit, në korrik 92-shit, largohen një grup ushtarësh nga Sazani dhe mu më thrasin urgjent në Ministrinë e Mbrojtjes për shku komandanti i Ishullit Sazan. Kush ishte Ministri i Mbrojtjes? Safet Zhulali, ishte në atë kohë. Pra, ishte koha, si tush Partia Demokratike kishte fitu pas kishte ardhur në pushtet, po. Kishte ardhur në pushtet. Domethënë dhe tret Safet Zhulali, po. Dhe shkoj Bela, më del përpara një ish komunist, nuk pa e përmenem sepse ka ndru jetë. Një ish komunist thotë Skënder, thotë. Na ka ndodhur një ngjarje e rëndë, thotë, janë arratisi grup ushtarësh oficerësh, thotë, nga Sazani, thotë, dhe do shkosh atje. Unë për se kisha punu në Laçe Tiranë, pra nuk isha, si me thënë, se isha dhe sportist dhe kisha pas të privilegj, tash po më të shkoj. Në 92-shin. Nuk ishim të 92-shin. Po. Tha, shko tha mi qëra do komunistët të ndej. Stopi, thash. Ky ish komunisti, ja? Po. I thash, stopi, komunistët, ti kur thu kështu, thash, i ke fjalë për blokmen, po në Sazan nuk ka blokmen. Kam i shokun tim, thash, i cili nuk nishte lajmet në atë kohë, televizori ishte gjaja ma gjithë duke pa ndryshimet. A i shikonte vetëm momentin buletin meteorologjik televizionit. Se kishte halli ishte në Sazan, kur kishte stuhi, nuk kishte buk, s'kishte perime, me quania, nuk shoqi njerëzit. Sepse tha, janë 3 dallë që e godasin anije, tha dhe e mysin, tha. Pra, thash, ti i thu komunistët, që njerëzit tu i thash. Edhe hika, u largova. Mas disa kohësh ndodhen që hikën në baterinë e sigurimit, disa ushtarë, një 100 sa vetë, pretendojshin që e ka marrë shërbimin e detyrueshëm dhe dorëzuan armatimin gjithë dhe u larguan në mënyrë demonstrative. U ngrit qeveria në kam, u ngrit në gjithë, u shkau komandanti i repartit, në atë kohë ishte zoti Bujar Mehmeti, që Bujar Nishani, më thrasi mu dhe më çojnë komandant të repartit. Në rregull. Mas disa kohësh më solli një shef sigurimi, të cilin e kishin shkarku nga detyra, dhe thanë do ta marrësh të arrestu në repart. I thash, po kjo është civil, është i liruar me 21-shin. Thanë, jo, kjo i ka bë thirrje ushtarëve me hik. Me hik gjithë, se tek i kapin. Edhe ti do ta mbash të izoluar. Çojeni në burg, si gjithë tjerë. Jo dha pas burgu plot me blokmen, po zotni thash, sa ndodhi ngjarje në Shqipërinë, se ti lam të lirë autor. Çojeni aty. Përfundimisht mas 2 ditë ma sjellin me kollare, elegant, trupi shkurtën. Thash, kush je filani? Thash, po tha, i thash rrike zyre ku kishen. Mas një 4 ditësh, unë isha në një shërbim duke përcjell në Rinas, presidenti Berisha në atë kohë, ky arratiset. Ja, si arratiset? Del nga zyra, se prej zyre higua, ja? Nuk e trajtosha si... Po, normal. Se kishë ushtarë, kishë në tunele, ato tikmit. Ato i zishin mjes, shkojshin mbjellësin shjo, pa marrëshin nevojë personale, u kthejshin prap aty në repart. Kam pas komandant kompanie Arben Çukon, Fatos Hoxhën, që u bante të butet më mrafa, Xhemal Qefalin. Dhe erdhi puna që hiku dhe mu më shkarkun mas 3 ditësh. Mas hiku ky? Po. I rrezikshme. Po, e rrezikshme. Dhe e panë që s'kisha fajsun e kisha kundërshtu, që në fillim. Thash, ai nuk është i burgosur. Është civil, s'mund të kësim drejt të majmë civil. Me status ai ishte largu nga ushtria. Përfundimisht më emërojnë shef operativ brigadës parë 1105 në Ysberish. Po. Një ditë bukur. Kjo është i brigadë ushtarake? Po, ushtri. Po, vazhdojmë me ushtrinë, akoma s'kemi ardhur ke policia. Një ditë bukur ngjoj në radio
ndryshime në qeveri, thot, largohet Ylli Vejsiu dhe vjen Xhezeri Teliti, largohet Bashkim Opliku, ministri Mençëm, dhe vjen Agro Musaraj. Agro Musaraj. Tash Agro Musaraj ishte shoku im. Po. Unë mundës i Dinamos, ai mundës i Beratit, i Tomorit. Rrishim bashkë në aktivitete, do në kishim shoqëri. Dhe normalisht, me që se unë telefonin e kisha që dilësha në ministrit Mençme me kthesha nantën, u lisha në qendrën e ministrisë, e marra Agronin dhe uroj. Ta Skënder, ta urgjent, ta hecëm tako. Mas ja 2 javë se kishim punë, e takoj, thot, Skënder të do të qoj drejtor akademie. Tash... Pra te Akademia e Sigurisë? E policisë, po. E policisë, si quaj, po. I thash, Agron, unë të falenderoj, që ti po më thu kështu, thash, s'du me pasi ato që thoni, ta bajnë tjetër kush në këti, thash, por, gjë e parë do bëjnë letra për mu. Qa letra është ta? Thash, do bëjnë letra se kam qenë 1 vit antar partije dhe 3 vjetë stazh. Po. Tjetër, ju më gjatë tjetër s'ka, thash. Qa të thot Agroni? Tha, Skënder, tha, po me gjuhë të uesie. Thash, kam rojë gjuhën ruse. Në universitet, komunikoj italisht dhe anglisht. Skënder, tha, që kja ashtu ti, tha. Ne kena pas 25 vjetë sekretar partije këta u burë, tha. Te këtu, dhe kush ishte aty? Ishte portret i Berisht. Ishte presidenti. Tash ai 3 javë ishte ministri i brendshëm vetë. Po, edhe i thot shumë nga çfarë, po ty për i vit çfarë. Pa roli me sportivitet. Tash, edhe atë e njoft, tash, madje thash, Berbej që që atë më qetë dhe mu, thash, bezim qa ushin, se ki spitali. Pra sa ko ke pas flok, jeni qetë një vend bashkë me Berisht. Nuk është e një gjasë, rasi, por ai që mjek spital dhe pedagog edhe unë babrojës, aty u takojshim. Besniku shkoj berber në presidencë pa bon, në karrierë. Dhe e mori. Berishën ta marrë, tha doktor, tha, kam vendosur që do të qojnë drejtor akademias Skënder Dotën. Berishën atë në zanin karikësik. Jo, tha, komunisë po burri ndershëm, tha, miru pashëm. Shumë e burë. Tash që more okej nga Berisha, dhe po e thëmë i gjatër. Timi burra, se sportistët kanë një natyrë gjergj, që janë shumë përgjekshëm. Sepse edhe ndeshjen e bëjnë tek e tek, nuk thot si futbollisti se basketbollisti që i thos ma hodhe topin mire, se bana kosh, jo, tu ja sheshja mejdani, ja dhe mu që kapedani, e ke me këndërsaj, s'ke pun me tjerë. Ta është, do të thami gjatë, asha, do t'jemi shumë kujdeshëm me stafin pedagogjik. Sepse policë merë rrugë, e fut nga rruga e dilë, qoban e loj, por pedagog thash, mos i prekin. Sepse e di që sa të shkojmë aty, thash, do të kujtoj që këj tash i erdhe dhe kusë reforma. Reprezalje. I këtha, bëndë si dish vetë. Do bëndë, e mora garancin nga Agroni. Bile në takim me stafin, në thash gjëri këtu, thoni shqyqyr zotit që Skënderi është mik i Agro Musarajt. Dhe unë jam mbrojtës i uj. Ju thjesht do bëni punën me pasion. Dhe është fakt që puna e stafit pedagogjik në përzgjedhjen e njerëzve, në gjithë bani që elementet, studentët e atëhershëm kanë bërë karrierë shumë të mirë dhe kanë mbijetu një pjesë e madhe e tyre në vazhdojnë karrierë policore. Pra nuk e kanë ndërprer, i thonë që 93-shin. Unë për këtë e quaj vetën krenar, sepse për mua është satisfakcion që shumica e atyre vazhdojnë edhe i japin kontributin në policinë e shtetit. Edhe ata që janë largu nga policia, për arsye nga ndryshme, prap i hecin jetë. Shikoj detaj tani, se tani ti ke qenë drejtor i akademisë, policisë edhe me radhë. Tani Agroni të mori si shok, po më duket se edhe Agroni firmosi heqen tane. Si nolli kjo, si nolli me Skënderin dhe kur? Kur nolli? Në 95-ën, unë shkoj për një mbledhje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një shoqatë e drejtorëve të akademive dhe qendrës drejtore dhe u ban në Oregon, Portland. Dhe kuptohet shumë Amerikanë kishin ardhur përpara në shkollë dhe kishin pa vizionin tim, punën, edhe më thanë do ishe i vetëm evropian që mora pjesë atje. Shkova në mbledhje, kuptohet në këtë kohë ata fillu një fushat shumë të madhe për me mbledh materiale për Akademinë e Policisë. Kemi mush, edhe me terma popullor, 3 kamion me pajisje. Me libra, me videokaseta, me diapozitiv, me material për trajnim për policinë. Më dhanë dhe një pjesë për Fedon Meksin, ishte mjek, fakultet, edhe për shkollën e mesme mjekësore në Vlorë, në atë kohë.
kemi udhëtu nga Portlandi, kemi shku në Everett, në vendin ku prodhohen avionet Boeing. Po. Dhe me menaxherin e shitjeve diskutuam, edhe fillojmë pyeti, thotë, sa i madh është aeroporti i Rinasit. Se kishin hallë me i pru me Boeing. Me i pru me Boeing, kemi avion të madh, tha, që shitet në Itali, tha, dhe në Holland, tha, dhe po i bjem atje. Thash, unë dukte si po të ishte një sekret ushtar, se kam idenë, thash, sa kapaciteti ka aeroporti jonë në atë kohë. Përfundimisht, okej, gjetën një shitje në Itali, dhe më thanë, si do bësh nga Italia, tash i për t'i pru në Tiranë. Kam miqë shok, tash do i rrylloj punët. Edhe me 20 gusht erdhen gjithë ndihmat, rreth $40,000 të vlerësume, dhe unë harxova vetëm një letër format A4, jo letër sot mirë si sot, po letër qik ma kështu, me makinë shkrimi në anglisht, falendërim për Boeingun që më solli gjithë materialet. E firmoset e ministri mençëm, agromusaraj në atë kohë, dhe ja dorëzova përfaqësuesit që më solli pajisjet, si shenjë falendërimi ta përdori sepse funit banë. Kjo ndodhi me 21 gusht, pra me 20 erdhen, me 21 dash, se përgatita letrën, një dash, me 22 gusht vjen ushtari me tricikël dhe më thotë, kam një letër, thotë, për ju, po nuk është sekretari aty, thotë. Ky ushtari me tricikël. Po, ishte kurrieri i repartit 304 të Ministrisë Brendshme, dhe e lash letrën aty, se kisha punë tjera në dorë, e hapa, zarfi thjesht, kur shofur shkarkimin tim. Domen, agromusaraj, që më kishte marrë, që kishte besim absolut, ishte detyruar si duhet nga rrethana tjera, pse në atë kohë Berisha ishte në pak një lloj konflikti me Amerikën. Dhe e shifshim që kishte një lloj qef mbetje për problemin e Kosovës, me sa më e mend. Dhe ndodhi që disa titullar Ministritë Bujqësisë në vende tjera që kishin shkuar në Amerikë, ku erdhen i sposturën, si që duket aty e morë dhe Skënder Dodën, thanë, kalon. Merë dhe keq përgjigjja. Kisha shumë projekte në dorë. Kisha shumë projekte. Madje edhe nga Evropa, kisha premtime, se më thëshin, ne besojmë këty, se ti do t'i bësh punë mirë, dhe unë do prenë, në atë kohë, sepse personi që më mësoi ish pedagogu im në ushtri, nuk ja u mushi menin që është njëri korrekt. Edhe stop, sepse shpeshherë njerëzit vlerësojnë një vetëm thjesht si institucion, por edhe si person. Dhe në atë kohë mu më çuan në repartin e ndryrës shpejt, shef shtabi, me gradë kolonel. Pra, si kolonel. Ke shku drejtu si zëvendës komandant, shef shtabi. I repartin ndryrës shpejt në Tiranë. Që është Renea? Jo, ndryrës shpejt. Ndryrës shpejt, forcë speciale. Është pjesë e drejtorisë forcës speciale në atë kohë, por nuk kanë misionin, ato merren dhe me person kërkim, me menaxhim ngjarjesh, janë që ka qenë repartin në Laç, në Kuks, në Shkodër. Janë të qytetarë me muroja për menaxhim të mitingjeve, demonstratave, akte të bllokim rrugë këto, ndërhyrjen burgje, por Renea ka i specifik tjetër, me personat më të rrezikshëm si këtu. Dhe unë isha shef shtabi. Dhe aty, mas ca kohësh, prapë s'le shejtani rahat, çojmë një grup në zgjedhjet e pushtetit vendor, çojmë 2 grupe në Tropoj, për shërbim. Dhe ku shkojnë, marrin vërtetimin nga qendra votimit për të votuar në Baramsur. 12 natës, me rezonës ministrë më thotë, Skënder, thotë, ku i ke forcat, i spjegova. Tha një grup, 4 Tropoja të lëvizi drejtim të Tiranës. I marrë në telefon, nisë, po nga Tropoja dhe në Tiranë ishte 8-9 orë rrugë, nuk ishte si sot. Vinë policët, mi po të shketë s'kishin marrë shpërnguljen, vërtetim për të votuar në Tiranë. Se në 12 natë, ku do mërshim? Vinë, ja fusin gjumë, nga ora 10-12 shkojnë për të votuar. Kërkojnë lisët, s'kishin emrat, sepse ishin spostu. Dhe të ishën, ikin repart. Dikush, njofton kryetarin bashkisë në atë kohë, Albert Brojkën, i thotë që 8 policë të ndërhyrjes shpejt, thotë nuk kanë votuar. Transformohet komunikimi, keq komunikimi, 8 policë të ndërhyrjes shpejt kanë refuzuar të votojnë. Dhe
nga leadershipi në atë kohë i ministrisë, urdhi komandanti një Edmond Qori, i cili e përshnes shërben në Amerikë në Muzeun Aerospacial në Washington. Komandanti tha dhe shefi shtabit shkarkim. E mori dhe i shkarkim ti? Me 8 në dorë. Me 8 në dorë. Ta është për fest partisë në pasi. U shkarkohet dhe i herë. Me 8 në dorë të 2000 shkarkohem nga e majta. Ja, prit, hej minut, të tani këtu vjen, vjen këtu, vazhdo të punosh pasaj si oficer i thjesht? Isha shef shtabi, aty isha oficer roje, por komandanti i repartit, Shpëtim Stërmasi, Shik Stërmasi i famshëm, ka bën një artikull para sa kohësh dhe më ka falendëru, sepse në kohën e trazirëve të Marsit u vërsulën repart për të plaçkit, ne shumë forca i kishim në Vlorë, në jug, të plagosur, të gjyptu, ke parasysh, dhe na sulmun. Unë mund mos kisha shkuar ditë shërbim, sepse s'kisha grafikun, por kam dalë natën në herët mjes, kur plumat që gjujshin nga Selita, so kisha shpi në Tiranë 3 në atë kohë, bishin si manat në tokë, edhe duke ecë, më ndalon një student im, i cili ku drejt Morina, kishte vu një llamarin në makinë, Tirana ishte bosh, kuptohet dhe plumat bishin, thotë drejtori ku shku në punë, ta e qmen, tash s'mund ta la komandant Shikun vetëm atje, më ka marrë me makinë, kemi shku në repart, i ka marrë shërbimi të rojes armën bjerë këtu, thashun, ju kam bërtit njërze, mos u afroni, dhe kam qëllu me automatik një themi zjarë pengus pa lëvizshëm. Para që mos u afroni këtu, se të shkuën në krah tjetër, na gjujtën, prapë morë masa, dhe Shik Stërmasi thot, nga të gjithë njerëzit thot, vetëm kolonel Skënder Doda dhe major Plum Kovashica nuk më tradhtun. Ne idhem aty. Në ardhjen e qeverisë majt, pra vim pas 97-ës. Po, masi përfundoi gjithë kjo 97-ës. Në 97 fitoi majta dhe më thrasin në Ministri të Mbrojtësisë, ishte Ndrej Legisi, Nikol Rica, Besik Sheu, Sokol Bara, Indir e tjerë. Në fakt ishin duke u dridh, tha Skënder, tha, do të çojmë Shkodër. Thash, po më patë thanë që Skënder, sa të vjen në pushtet, do të çojmë në akademi. Do shkosh në akademi. Sepse doje të akademia. Doje akademi, kisha projektet. Rruga akademie, kuptoj shumë mirë, por një Skënder i formuar, dhe kishte nevojë Shqipëria për aty. Skënder, tha, do shkosh në Shkodër. Prap në terren. Një javë, 2 javë, një muj, derisa gjejmë dikë, tha që dhe ti shkova atje, kam shku me Sokol Barën. Drejtor policie. Po. Shef komisarit, pastaj u emërova drejtor, sepse struktura. Po, drejtor policie. Dhe dita, momenti i parë i futjes në zyrë, bje telefoni, Bajrami Ibra, që do lëvizte para Kosovës unë, thot merre telefonin se e kanë marrë vesh që do vish. Në telefonit thot zotni kryetar, se Shkodra thonë zotni kryetar. Zotni kryetar ju uroj shnet. Faleminderit. Sa për na njoftuan, tha, 3 vete janë vrarë te ura bonds, tha. Do në ishte i kohë që numër shumë kufomat, dhe unë nuk kam qef me ba se si qyshtek, por kam ba një lojë. Më vjen një shoku im për me pi kafe. Thot Skënder, thot e marrë veç që kja në Shkodër, thot e qmen, thot, kush vjen në Shkodër? Tha është lutem do dalsh në filan kafe, do vi të arrestoj. Që më arrestoj? I thua ti shoku tan? Po. Ja. Tha do vi të arrestoj, tha e kam shumë nevojshme. Po ju kërcet. Po çe ishte, çe punon ai? Ai ishte civil, kishte kaluar në Shkodër, dal për Tiranë. Po, meqense kishte marrë vesh që ka Skënderit të takoj. Tha shko atje, i dhash një shofer Bilal Semanin, shokun tim, i tha shko çoje ke lokali. Edhe shko këtu për pi kafe ke lokali. Shko ul atje. Nuk e njihshin edhe aty. Jo, absolutisht. Lokali mush plot. Po, lokali njerëz tu pa televizor. Po. Edhe unë një të fut veti dytë. Veti dytë, ti vet. Ishe drejtor policie. Po, drejtor policie. Isha shef komisariat, ishte kështu që unë. Po, okay, shef komisariat. U futa, i thash mos lëviz, një ta marr me taktikat tona, e marrë fus makinë dhe dalim cep bunës, këtej nga zona e Bërdisës dhe pim kafe bashkë. Pra ti e arrestove, shkove pive kafe. Po, impakti ishë, kush ishë kjo mërë tjerë të kështu? Ky është e mërë që ka mram. Hu, anë e këti.
për shans, U përhap llafi. po, edhe gazeta Intervista, Po. në atë kohë boton një intervistë timen të cilën nuk kisha bërë përpara, si sherif nderi i policisë New Mexicos në Santa Fe, i Santa Fe i New Mexico. Sa kjo e bukur kjo. Po, Se ti je sherif atje, je sherif atje. Po, sherif nderi. I vazhdon, a ke sherif nderi, e Po, ke këta. po. Se ti në i vlerësim nga shteti shqiptar s'ke marrë, po e ke marrë atje në Amerikë. Vlerësime kam shumë, po kështu... Dekorata kësi dekorata gjore s'kam. s'ke. Po ati e more, sherif. E kam. Edhe tani, se di që Edhe, se... tashi, Gazeta... gazeta- Vetë mi nërhyrët, po po. pasaj ma vazhdo se është shumë e bukur kjo që i të spigu. Do me thënë, më kujton të një Trumpin, një sherif ka ardhur në qytet. Edhe në atë moment, Po, thonë, një sherif Një erdhi në Shkodër. një sherif. Erdhi në Shkodër një sherif. tha. Edhe erdhi puna që lexuan gazetën këto, ky ande këte filluan si thosh dal në intervistë tek TV Rozafa. Kështu ishte mos gaboj, Po, kishte sa Fatmi ka Koçi. pas dalë Po. të vërozat. Dhe i bëj thirrje popullit, ju lutem, Po, unë nuk mund të them që dorëzoni armët gjithë, sepse unë e di që unë dalë pos blok, shoh familjar me fëmijë që marrin armë. Po ishin në 97. Dhe unë s'mund t'i thësha dorëzo armën, se i s'ki dalë me vra. As me garbe, ishte me fëmijët e vet. Thash po të paktën dorëzoni, thash, mitralosët, dorëzoni, thash, eksplozivat, sepse do t'ju gjej gjama zesash me eksplozivat. Për dreq digjet një shtëpi mbrapa teatrit Migjeni. Shpërthej flakët, zjarfiksja ishte copash, sobar. dhe nuk u afroshin njerëzit se ishin frika E këtyre bombave, eksplozive, gjana, po. Dhe në atë kohë, kuptohet në Shkodër nga pas djem shumë të mirë, dhe kisha forca ndryrë shpejt Shkodër, të cilit i kam konsideru Renea Veriut. Ato ishin djem shumë përkushtu, mendosh në 97, a shkollaj tash mas thuhet mas luftës, mas herës Barutit, vjen era keqe, por herë era Barutit është e para. Dhe me djem të Shkodrës, unë bana shërbime mjaft, më kanë lavdruar dhe deputetët opozitës, të cilët më sulmojshin nga herë, por prapë thanë, paktën pjacën edhe Vili Poj na ke garantu. Nuk mund të bëjshë do të punë si që kërkohet sot, se ishte situatë shumë është. Kam nejtë Shkodër rreth 2 muaj. Dhe më sjellin në akademinë në drejtor të akademisë. Dhe kam fillu të parët në gjë që kam po me Gjermant, me policinë e Nurembergut. Të gjitha gjërë që ti thëm, i kam të dokumentuar se unë e di se mund të flasë shkollaj, pa letra, por i kam me pamje me gjitha. Kam sjell... Po, mos e kam këtu trajnimet që kam marrë. Trajnimet Skënderë janë pa fund, më qënë Suedi, me i Citapin, me BN, me Mapën. Kam bërë shumë trajnime, është vërtet. Me SRC-n franceze, me Sereksin po franceze, me leadershipin që ke pas me institutin Poitman. Poitman në Angli. Po, e tjerë, do në një i trajnur pa fund. Por, do të thënë këtë, me policinë në Nurembergut, sepse ishin lidhje që i kisha pasur para. Po. Dhe i rinjallrove pasaj. Po, pa tjetër, i banë një fëti, thash, unë shkolla ishte e shkatrume, shkolla ishte e vjedhme, sepse hynë dhe shkolla vodhen Po, armë. s'la gjapa vjedh, normal. Dhe me kanë sjell rreth 500 uniforma, po gjermane. Po. Me sollën makina, vogla dhe makinë të madhe. Dhe të shikojsh akademinë e policisë në atë kohë, a thua jem policinë në Nurembergut, se ishin gjithë me uniform jeshile, dhe stemën gjermane nuk e ishin dot nga, se nuk u shkepte, edhe lexo të policaj. Dhe ku erdha ambasadori gjerman, tha, si ishin Gjermani, thash... A jemi në Gjermani janë Shqipëri? Po, hallin e ka ba, thash, tash në Gjermani po shkojmë gjithë, po në atë kohë, Akademia Policisë u vesh në uniforma gjermane se s'kishim. Ishte fogarallëk. Dhe vanë, mas në 97-ës kuptohet se si u deshe ringritja e shtetit e punë e madhe. Okej, që tani pak më shpejt të hecim, pasaj në Shkodër je bo drejtor, pasaj ke vazhduar aty në akademi, pasaj ka marrë në 98-ën në drejtorinë e përgjithshme policë e forcave speciale. Edhe këtu u thonë gjej humor kudo. Shkojnë në Turqi në diplomimin e studentëve, që i kisha që vetë, dhe drejtori i akademisë turke, thot, Skënder do të mi ka dhe me këtë dorë, do t'i marrë me këtë dorë. Dhe student që ka qenë dhe Ardi Veliu, drejtori i përgjithshëm, Krenar Ameti, Enrik Sulimani tjerë.
Dhe drejtori i akademisë, mik i madh i shqiptarëve, kur shkon, kontrollon në prova generale, kontrollon studentët për uniformat. Studentët shqiptarë që ne do veshim uniformë shqiptare, nuk pranuan me vesh uniformë turke. Dhe jo qova. Por e keqja ishte se kapelet tona në atë kohë ishin me pamuk. Pjesa ballinës këtu ishin shumë trana. Dhe ky shkon e kap kapelin. Skënder thot, ç'është kjo kapele ka qenë anë? Thash, e kemi bë model në ri pa pamuk, thash, por unë si more do të thash. Sa të bëha? Tha, a ke nevojë për uniforma? Thash, unë kam nevojë për uniforma e për... Dire dhe për shërat. Për qatë, thash, uniforma s'kam. Kompjuter ke? Jo. Thiri shefin logjistikës. Hajde këtu, tha po. Uniformat që i kanë bë prova generale, tha, studentët, pastroni, sistemoni, tha, do t'japim, zoti Skënder, tha, me vete. Dhe 30 kompjutera. Në rregull. Do t'i bëjmë, tha, po. Sa kthehem nga Turqia, normalisht, çdo oficer kur shkon jashtë shtetit bën një raport shërbimi për aktivitetin, punën, çfarë qysh tek, edhe i çon te drejtoria e marrëdhënie me jashtë, që diet ecuria. Unë përgatitis materialin, tham, më kanë premtuar këto. Mas 2 ditësh më shkarkojnë. Ja. Po, i shkarkimi but. Ha? Më sjellin drejtorinë e forcave speciale. Po. Hilu Shaku, drejtori, thot, u Skënder, thot, kanë sjell ke ne. Kur më thash? Se ka ardhur urdhri sot. Shkoj tek Perikli Teta. Tash në intervista ka shumë doza që duket se po mburren, po janë gjatë. Dikur Perikliu ishte ministër mbrojtje dhe kur u shkarku si ministër, pati incident me disa oficerë të liru të Pazari i Ri, që shitshin. Deshin me i gjujt, se na ke nxjerrë reforma, ne i ndryrin e thashtë mos bani numra. Ai ka qenë politikan, mos bani kështu. Dhe Perikliu më njifte shumë mirë. Është i ndjerë. Me guzim, si që kisha se do të kujvisha Shkodra, së të banë sy një dritë, për rreth e tjera, nuk e vje problem ma. Kur vje nga lufta, spyt... Nuk pyet ma për gjëra dobla. I thash, o shef, po mirë më puri dhe u thashun, sa u banë gati me implementu kështu, Skënder, tha, dëgjoj, tha, unë e di që ti e lidh me Amerikanët. Tha, dhe ne, tha, drejtorinë e forcave speciale të japim, tha, Amerikanëve për trajnim. Thash, po mirë, ti a i tu bë drejtor mu? Se pëthu, që se bëni me Amerikanët, drejtorë me specialistën për thash. Po spyt Amerikani për mund tjetë, spyt për kriminalisëm për të përlje. Dhe ishte justifikim sa me u gjetë kolla në punë. Por, në forca speciale, mu loja veriun, përjetu ngjarjet e Kosovës. Dhe kanë qenë ngjarje me ngarkesë të jashtëzakonshme, unë kam materiale filmike, kam pas filmu dhe vetë, për atë genocid të papa, për atë shpërngulje me dhunë të popullsisë, dhe në atë kohë, mirë menaxhimi i tyne për t'i vu në autobus, se nuk lejoshin me armë zetore në qafë mali, se ishte pa mundme, për t'i shpërndarë në Shqipëri, por ne kishim probleme që dilshin qoftë kriminal, qoftë mashtrus, duke ushtirë sigurisht në TUÇK-s dhe u merrshin lek kosovarëve rrugëve. I thoshin ti zbrit tu do vish me UÇK-n. I thotë o mos zot, i thotë unë kam paguajt taksën UÇK-s, jam pajisor, nuk kam familje, nuk mundem me marr pushk andaj këtej, edhe e bëjshin me paguajt lek. Dhe ne jemi marrë shumë me këto sepse kuptohet lufta i ka. Gjitha. Nuk është se po bëjnë një jo me qartë, në luft dalin dhe sharë ata. Ne kemi ushtru kontrole, po të thamë rrugën Kuks, deri në Rshen, deri në Rubik, nga herë, e kemi pas ba me grupe, me makina civile, me makina policie, sepse kishim problem edhe me grabicit, kupton, por edhe me mashtrusit, me njerëzit që ishin dhe të shërbim sekret serbë, se ishe pa mundme, se nuk ishin shqiptarë, si thush, ishin të manipulu, dhe kemi punu shumë në atë periud. Më vonë pasaj, në 2004 kalova në drejtoritë përgjithshme, po prapë, por në strukturat e studime strategjike, analizës. Në 2010 shkova në Fier, komandanti i repartit në shpejt, po të kërkosh në Google, është një filmim i rrallë, në ngjarjet e Orikumit. Populli banorët e Orikumit
bëshin demonstrata për çështjen e tokave dhe në një moment u bloku ura i Zvorit. Po. Në Vlorë. Në mes të urës, një autobus me fëmijë nga Tirana shoqin për ekskursion në jug. Mendo tash të merrin e fëmijëve të vish nga Tirana, fal qetësi. Edhe të bllokohesh. Dhe të bllokohesh mes urës, nuk e harroj ato fëmijë, siç ato fëmijë kosovar, fal, të trishtu në shi e në ftoft, në Kuks, duke prit radhën autobuse, ato fëmijë në autobus Tiranësit, duke qa, se po shikojshin veprime ndërhyrje të policisë edhe unë nuk mund t'i fuça forcat e ndryrë shpejt pa u konsumu policia rendit. Sepse thotë rendi unë, pse u fute se e menaxhoj unë. Thoshëm, e ban? Po nuk e ban, e futëm. Kur kam pa situatë, u futë me herë. I kam mbërtit shefi shtabit tash e du zonë e spasume. Dhe e hapën komplet rrugën, iku autobusi, banorët e Urikumit të Dukatit, lëvizën dhe shku në Dukat. Më thotë njëri tash e ke betejnë. Ku i thash? Po, tha. Banorët e Dukatit janë shumë kompakt, tha. Po vendos për po, ato thonë po dhe nuk ka qapje, nuk ka tërheqje mrapa. Shku në një vend që i kishin bërë herë tjera bllokimin e rrugës, vuna forcat, kur erdhi media, fillu të vu kamerat tash përgatitur për fush betejë këtu. Dhe nuk zgjati shumë, erdhën banorët e Dukatit, një pjesë kuptohet gjithë, dhe u mundoha me i qetësu, andaj këtej përfundimisht një plak, gjujti me gur, zakonisht një tingje, përdoren pleq, heroj, fëmijë, sepse ato krijojnë emocion te turma. Ato nxisin. Dhe ka filluar betejë me gur, po të shikosh do thush Skënder, deri tash do thush jetë urrejt. Por po të shikosh në YouTube betejën Dukat, do thush Skënder si ke shpëtuar, si ke ardhur deri këtu, gjallë. Sepse u transmetonte live nga media Fjerit e Vlorës së gjithë. Nuk i lash me bloku rrugën, sepse ishte çështja mos bllokoshin rrugën. Kur në darkë, duke u erë, se ishte muaj dhjetor, filloi një stuhi e fortë rrufe, dhe të dy palët, kush e kush të ikë më shpejt. Pra, edhe njerëzit, edhe policia. Edhe ne ram poshtë. Në një moment, duke prit të shkova dhe klubi fshatit. S'kishte drita, edhe më panë, po t'jo komandant, qa do, tha, ti s'ke pun këto, vla. Qa ishe, ben Berishës si, thash jo, nuk shëve as Berishës, ishë bej ligjit. Po ju nuk blokon një rrugë, thash, aty vetë fëmijë dhe vegjël që ishin atje, thash, turp. Po me kalu grash Sazana, po me kalu, thash, njerëzit, ambulansat e këtë, si bajnë. Dhe me ato që u përplasëm, pim qaj. Sa e burë, thash, gjysma loko jam se e më rritë dhe unë blorë, thash. I di këto gjys labi. Dhe pastaj kam kaluar në Akademinë të Policisë, po prap, pra po të bësh një përmbledhje, kam qenë 3 herë në Akademinë të Policisë, 3 herë në Forcat Speciale ndryrë shpejt dhe e kam mbyllur si drejtori i menaxhimit në drejtoritë përgjithshme. Ndërkohë, unë kisha marrë edhe drejtimin e IPës. Okej. Po deri këtu, unë të lash gjithë këtë pjesë që ta rrëfesh, ti ke rrëfime pafund. Unë mjafton me lezu Skënder Dodën atë që bën edhe në rrjetet sociale. I sjell kaq bukur domethënë kështu, është shumë e rëndësishme se përgjithsisht ata që vijnë nga fusha ushtarake, fusha e policisë nuk është sepse kanë ndonjë rrëfimtari, a kupton? Jo, kanë një profil. Po kanë një profil më të caktuar, por nuk kanë rrëfimtarinë. Është ideja këtu. Kështu je i rrallë, me thënë drejtë Skënder. Ka dhe tjerë, janë shumë shok. Po më është edhe Hila që ka bërë libër shkëlqyri, për shkak, kam shumë respekt për të. E me radhë, por këto rrëfimet tuaja, gjithashtu janë shumë a shumë. Janë pa glorifikuar, janë pa të unë nuk i pa me sens humori. Me sens humori, kam burë. Sens humori, që e ke gjë shumë bukur. Sepse, kur më thot motra, orë vlla, thot, po qa tu ma atje, thot, në telefon. Jo më i motra dhe të gjujt me buk peshku. Qa buk peshku ati të drogë guri, thot. Edhe me kanë mbrojt 3 djemë me styrin e Martin Tusha, nga Mirdita. Më mbulun me mburoja, sepse një gur me hangër pas e kisha do kishe vulur atje. Okej, kjo ishte pjesa që e të qenit aktiv të Skënder Dodës, paka shumë ju keni kuptuar se kush është Skënderi, që pjesën e dytë pastaj do merrna me IPën. Do flasim për IPën, do flasim për atë që bën Skënderi që tani është në pension.
Skënderja është në pension, po nëse ka njëri që nuk mund quhet pension, edhe që jep një shembull se si duhet të funksionojë një pensionist që ka energji të karikura brenda vetes dhe çfarë kontributi mund t'i japje shtetit shqiptar, popullit shqiptar, edhe gjeopolitikës, pse jo. Kjo të ta flasim në pjesën e dytë, pas një spoti publicitar këtu në Akrolis TV. Mirë, jemi rikthyer këtu në kuvend në Akrolis TV. Jam me Skënder Dodën, pas një rrëfimi shumë interesant për pjesën e parë që folëm për jetën e Skënderit si ushtarak edhe në ushtri, edhe në polici. Është një rrëfim i bukur, ekselent. Tani do flasim për IPA-n, se kështu e nisem, për IPA-n. IPA Albania. Ti ke qenë vitin 2017-2018, kur u kriju IPA? Kur u kriju IPA Albania dhe çfarë është IPA në përgjithësi, domethënë? Tham pak llafe, po na shkoklo pak. Çfarë është? Atë shkoklimin do ta kthej duke thënë ca gjëra që nuk i kam thënë më parë. Thash, ka qenë një kërkesë e policive të vendit Bashkimit Evropian që Shqipëria të kishte IPA-n e vet. Dhe ne, unë, ti e gjithë, kemi qef që kur na bën ofertën i huaj, barapojmë me shumë qef për ta pranuar. Dhe më rezulton që shumë punojës policie të Shqipërisë kanë qenë antarësu në IPA-t e vendeve tjera Bashkimit Evropian. Pra, në vendet fqinjo sepse statusi e përcakton qartë. Po. Në qoftë se një shtet nuk ka IPA, punojësit e policisë mund të antarësojnë aty ku e gjykojnë makollaj. Punojësi i policisë efektiv apo në pension? Edhe pension. Edhe në pension. Po, mjafton, ai ka informim policor dhe punon në sudë e policisë, pra aktiv, i liru pension. Po. Përveç atyre që janë dënuar për korrupsion dhe krime të rënda. Ato nuk i qasim, sepse duhet me rujt qik fizionomajnë e kësaj. Dhe për shkak se ne kemi misionet policore që asistojnë policinë shtetit, shumë nga ato duke që antarë tipës, i ofruan vendet dhe u banë antarë tipës të Anglisë, të Italisë, të Hungarisë, të Çekisë, të Greqisë, dhe është detyre jona që ne raportojmë për antarësinë. Çdo vit bëjmë një formular cili thuhet sa është policia shtetit, sa është numri IPA-s, sa e kanë punë, sa janë civil, sa janë nga zjarfikset, sa janë, sepse policë që punojnë në zjarfikse, kanë punu në polici, janë po, e qartë. Në bashki, po ka qenë polici shtetit. Dhe sa ketë huj, në qosë dhe ka kaq huj, pra jo shqiptar, cili shteti i përkasin, filan shteti, cilët janë, është vetë në nëzëri, dhe ato hapin një folder dhe thot, po, nga Shqipëria, 5 i ka Hungaria, 7 i ka Anglia, dhe bëhet numri 50 në atë kohë, se të është bëjt 100. Dhe i qabën, me njëherë, në formë kapilare, hap informacioni, i thot, binere, ju keni kriju numrin e nevojshëm për të kriju IPA-n tuaj. IPA në Shqipëri? Po. Deri këtu, antarë kishte plot, po nuk merte një iniciativën që ta kryoj. Po. Ndërkohë që kishe 70 vite histori... Që në 1950. Që përmenem, fillim, po. Dhe ato thëshin, ore, ju po bani antarë të kështetit po kryoni IPA-n tuaj. Po. Dhe një përfaqësi e sindikatës, policisë, në një takim jashtë shtetit, për punë tjera, i thanë, pse nuk e bëni IPA-n? Me qënë se keni sindikatën, hajde kryoni IPA-n, ranë dakord, me qënë se ishin antarë tipës të vendeve tjera, kuptoj, ranë dakord, dhe këto i sugjerun, është shumë interesant fakti, i sugjerun që një seksion kombëtar i një vendi tjetër të monitoroj dhe të mentoroj punën tonë. Dhe kuptohet si shka... Kush ishin mentor? Prit. Dhe këto thanë dakord. Dhe për të dhënë mesazhin që policia afron misi, ato shkunë të caktun IPA Serbin, si mentore e IPA-s Shqipërisë.
Dhe unë tash mund të them që ato e ka përcyn këtë lloj qasje, se unë në moment e parë do i kisha thënë që jo, për shkak të vetë si konotacionit nuk konotacioni ngarkesat forta që nuk e kemi përjet me por në atë kohë presidenti i IPS Serbisë ishte një, me sa e di unë, nga Subotica, pjesa austro-hungareze. Si thush, nuk kisha të lloj qasje energji negative, le të themi. Nuk ishte në milicinë serbe. Jo. Pak a shumë ajo që ka qenë represive ndaj Kosovës. Ishte pjesë hungareze. Dhe ishte një shumë i mirë, kuptohet, ne s'mund të paraqyjojmë dot, por vetë fakti kështu. Policia serbe, IPA, nuk zgjati shumë dhe atë e ndruan, sepse ashtu dhe erdhi në krye të IPA-s, president i IPA Serbisë, një person i cili kishte një pozicion shumë të rëndësishëm në policinë serbe. Ishte drejtori i shërbimit kontrollit të brendshëm të policisë serbe. Dhe ai i ftonte shokët tanë, hajde Beograd, kuptohet që i priste i përcilte, më thote bëni këto, jepte këshilla, shokët shkojshin në shtetipshin, u ktheshin në Shqipëri dhe s'bëjshin asnjë gjë. Nga herë thëmë që të keqen duhet me kërku nga vetja jonë. Në një periudhë në Malzi shkon drejtori i akademisë Bilbil Mema, dhe i thonë Malazes, çfarë bëni me IPA-n? Se ne e kena filluar një lloj, ne jemi antarësu, dhe ju hala si një kriju. Dhe Bilbili kthehet në Tiranë, thotë, shpejt ta bëjmë dhe ne IPA-n, thotë, edhe bën letrat për të krijuar IPA-n, sepse ka një rregull. Do regjistrohet në regjistrin e OEQ-ve në gjykat, përveç kësaj, në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Përveç kësaj, ka 2 kërkesa themelore. Kërkohet letër mbështetëse nga ministri dhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë. Të cilin Bilbil Mema nuk po e siguron dot. Se për shkak të konotacionit, njëherë, sepse çfarë është kjo, shpeshherë na kanë paraqyuar se mos jeni lidhje serbe. Dhe për drejt bëhet paralelizëm midis krimit të Partisë Komuniste, asistencës të serbe dhe të IPA-s Shqipërisë. Interesant. Që me kohën e Dushanit. Tamam. Është shumë ashtu. Do të thënë, ne kemi lexuar nga historia se si e nxorën komunistë shqiptar Miladin Popović nga Bruku Peqini dhe Kominterni e caktoi Jugosllavinë për të qenë mentore e Shqipërisë, sepse ashtu ishte fryma ashtu, por përdrejt tash na doli edhe në kohë moderne, kohë e reja. Një lloj konotacioni, thotë prap këta sundat e kemi vujt. Po e kuptoj. E kemi vujt. Policët tanë, antarët i përshkruajshin në Kosovë, i shifrin çajin, se e kishim IPA Serbia aty. Dhe erdhi puna që Bilbili për shkak të ngarkesave të punës andaj këtej mori vendim taksativ, tha unë do jap dorëheqjen, u mlodh dhe më caktuar mua. Pra ti në 2018. 2018. Shtator 2017 u regjistru. 2018 mbaro. Nuk pati në aktivitet shumë madh sepse duhet biesh në sy. Jo. Madje unë i çova një telegram ngushëllimi për vdekjen e sekretarit përgjithshëm të IPA-s botërore, Grekut, dhe më erdhi përgjigjja në sekond. Ju falenderojmë për fjalët ngushëlluese që keni thënë, por ne nuk ju njohim juve si president. Sepse që të zgjidhet presidenti do të jetë mentori, do të jetë i deleguar nga bordi ndërkombëtar, se është IPA shoqat, po ajo ka policia, janë njerëz ligji, nuk shkon kështu si shoqat gjyqtarësh. Po, e qartë. Dhe atëherë jam nis në Beograd. Bashkë me kolegun tim, zot presidentin Ardian Zaganjori, i cili është motori i punës. E kam vurë, e kam takuar. Dhe kemi shkuar atje. Me thënë vërtetën, më kanë prit në mënyrë spektakolare. Me skort, me gjithë tashi, unë isha në makinë dhe mendosha se ku do bëgjujnë tash, në kuptim ku do ma fusin. Se me këtë lloj pritje kështu, është shokët e din, thjesht po e bëj publike, jam ul në tryezë bisedimeve, më thash, unë ju falenderoj për pritjen që mbat, po për shkak të moshës, unë di dhe historinë e marrëdhënieve tona. Duhet ta pranojmë që ne nuk kemi pas marrëdhënie të mira. Historikisht.
duhet pranojmë që kemi lumë gjaku në mes. Duhet pranojmë që kemi dhe Kosovën. Unë nuk po bëj interpretim që kush e ka, se kemi arë përmisi, nuk mund përmenësh qose ti shon me zënë vajzën ke dikush, i thamë po të marrë vajzën tane, po ti e horë, ti e kështu, nuk shkon ky muhabet. Dhe thash, por kërkoj që hajtë punojmë që edhe IPA Shqipërisë të jetë në radhët e IPA-s botërore. Dakord, thanë duhet bësh 1, 2, 3, 4 detyrat që unë të cilat i disha sepse... Ka vazhdojnë me qenë mentor? Jo, tash jo. E tani ishi kështu? Jo, në 2022, më saktë 2021, 2021, morë kandidat, 2022 shumë pa antar me drejt plot, jemi me drejt plot, nuk kemi mentor. Dhe deri këtu shku mirë, kur flitet kështu, kur vihet gishti, aty ku duhet, serbët ngullën kam që dokumenti, bejgji, duhet të kishte IPA Serbia. Dhe është në asë mënyrë. Po, ne IPA Albania. Ne jemi IPA Albania, ju jeni mentor tonë, ne jo po statusi, jo ande këti, në fakt tjertë e kishim, por ne për shkak marrëdhënie ishte çike vështirë që të pranojsha unë që në dokumentin e IPA-s thonte seksioni Serbi. Po. Meqenëse se ato më toleruan mua që të bejgjin distinktiv që më smek dhëndje, që nuk toleron, ta le Albania, unë i tolerova që ta avem këtë dokumenti IPA Serbia, sepse dokumenta ndrojnë çdo vit. Po. Distinktivi ngelet. Dhe ram, dakord. Fillu duke diskutu për datën, kur do bëjmë kongresin, kur do ashtu, i thash, në bazë statusit, unë thash e di që në kongresin, në mbledhjen themeluese, duhet të jetë dhe antar i bordit ndërkombëtar, bordi ekzekutiv. Po. Erdhi problemi, thash, do ftoj fshinjet, Maqedoni i Veriut, Greqi, Itali, Bosnje, Kroaci, Malizi, ju, thanë jo, do i lajmërojmë ne. Ti s'ke punë, thanë, fare me komuniku me to. Kur më thotë ashtu, mu duket hala, do më që rrugë tona kalojnë nga Beogradi. Bela, thash, po prap, po përsitit historia ke IPA, thash. I thash, më falë, unë vi nga ushtria, thash, një pjesë të edukimin e kam nga ushtria dhe e di se që është komandanti, që jep urdhra dhe marrë përgjegjësi për pasojat, që është këshilltari i cili të këshillon bazën e ligjeve dhe procedurave, dhe që është mentori. Mentori të jep eksperiencë vet, thotë Skënder, unë kam pas këtë sjellje, këtë problem, këtë situatë dhe e kam zgjidhur kështu. Po ti nuk je vendimarrës. Vendimarrës jam unë. Tash ju po flisni si komandant, si këshilltar, si mentor, se mentori keni pa lekti. Okej. Erdhi punë, thash, njoftoni ju ato seksionet kombëtare. Morë masa, në këtë kohë erdhi ministri i Mbrojtësisë Sandër Leshi. Dhe Sandri hapi i parë që bani, firmosi letër mbështetëse për IPA-n. Pra, nga Ministria e Mbrojtësisë. Nga Ministria e Mbrojtësisë. Kuptohet pastaj dhe drejtori përgjithshëm Arti Veliu. Firmosi dhe ky ishte hapi i rëndësishëm që u mor mbështetja nga ministri dhe nga drejtori përgjithshëm. Sepse policët janë antar të IPA-s. E po uli vetlat ministri e drejtori përgjithshëm, kush vjen mu bantar? Thotë, që më duhet mu? I mirë rrogtar. Dhe fillum, si thush, nezë motorët, dhe bam kongresin e parë. Okej, pra tu kongresi i parë i IPA Albania. IPA Albanias, erdhën delegacionet e huaja, por nuk erdhi përfaqësuesi i bordit. Përfaqësuesi i kujt? I bordit ndërkombëtar. Pse? Ai do të certifikote zgjedhjen time. Po nga ishte ai? Jo, ai është anglez, ai ishte zviceran, por nuk erdhi, nuk i kishin njoftuar serbët. Si. Dhe i thash unë, mërzotni thash, unë nesër kur dalet e kongresës, do ve lekoplast, duke i qeshun, për një aktivitet që është null. Thash, sepse rregulli e ka, kështu. Po jo, thash, ç'keti janë, ja, thash. A thash që mos më rrej, se mu po më rrej dhe s'besoj ma. Ku shkum në Kroaci në kongres, u fol atje, Shqipëria ka bo këtë gjithë ta arritjet. Por, ndërës më abetin, por, thot, në mbledhjen themeluese të shoqatës, mungoj antari i bordit. Si i tillë, rezultati është null. Gjitha aktivitet që ban, gjithçka me media, me gjithë prezencë, gjithë, u ban null. Unë kisha përgatitur 2 fjalime.
me të tregu pak të hilen. Fjalimi entuziast, që ose e pranojsha, dhe fjalimi zhgënjys. E mora fotokopjova shpejt fjalimin zhgënjys edhe shpërndava 6 kabinat e përkthimit. Po mendoj salla ishte me 300 sa vet. Nga gjithë bota, media prezent. Dhe ja qova thash, shiko thash, unë do ta lexoj thash, po nëse ngatrohem, gjithsesi ju e keni fjalimin në shkrim këtu. Se në i theks në gjam unë ngatroj se isha shumë i ashtu. Dhe i thash ju faleminderit që më dhat mundësinë me fol. Unë thash kam marrë këtu me i valizhe në cilën kam gjithë aktivitetet për cilën dhe ju përmendet këtu. Por në valizhen time më mungoj gjë. Më mungoj predispozicioni i mentorit për të ka përcy pengesat historike mes vendeve tona. Sepse duhet i imi gjathash. Ne policët i shërbejmë gjithve, pasanikve dhe varfanjakve. Por nuk e alpim pra panicën, as pasanikut, as varfanjakut. Në këtë kontekst ne do vazhdojmë punojmë prap derisa të marrim antarësinë. Për shkak të përkthimit, një hershëm se i kishim me shkrim dhe fjalimi i shkurt se ne normal që në shkollë. Në intervistë po flas gjatë, po aty normal që është. Pleqt 1, ish vendet komuniste 2. Dhe vendet e vogël kanë qenë me fol shumë, se duam të tregojmë si dim. Pra fjalim shkurtër dhe që u përkthy në gjitha gjuhët që ishin anglisht, gjermanisht, spanjisht e këto, kroatisht, shpërthyn ndërtokitjet në mënyrë frenetike. Dhe më vonë, pasi më takun, thanë, Skënder thanë, edhe mund të largosh mentorin, po je pak nashën. Këtu ishte hilja tjetër. Në qoftë se e largosha, mu shtyte 2 vjet antarësimi. Është si puna e studentit që po ktheu tezën, edhe po e the për 10, 8 do marrësh. Atëherë? Thash jo, ne shkojmë për misi, nuk shkojmë për anisi, thash, do vazhdoj të jetë mentor. Prap, por me të vetin dyshim, unë çdo gjë që kam, çdo aktivitet do të çoj ju aty dhe CC juve. Dakor, dakor. Caktuam datën e kongresit, erdhi sekretaria e përgjithshme e IPA-s botërore. Sekretarja? E përgjithshme. Po. Ishte me i Britt Ronebro, suedeze, ishte në atë kohë. Suedeze ka qenë. Po. Edhe mori pjesë në mbledhje, mori gjithë aktivitetet. Dhe u certifiku pasaj. Morëm certifikatën. Po pra. Pas disa ditë ra epidemia, Covidi. Dhe ne dhe në kushtet e Covidit kemi funksionu. Kemi funksionu, qoftë kemi të shumë maska dhe kolegëve tanë malezez, polici shkodë dhe malezezve, dhe aktivitetet tjera të cilët janë pasjuar në faqe zyrtare, në Facebook e gjitha. Dhe në bam kongresin online, në 2021, sepse ishe kushtet e Covidit, dhe u ba me 2 etapa për shkak të ndryshimit kohës. Pra Japonia ishte 8 orë, Anglia është me Shqipërinë, kjo Amerika 6 orë me radhë, dhe u shpërnda formulari për disa amendamente, mes tjera ishte edhe votimi për Shqipërinë për kandidat. Edhe u votu? Mas 2 javësh, u votu. Po, sekretarja e përgjithshme, e cila e dinte natyrën time dhe e dinte se çfarë po bëjshim, më tha Skënder, tha, nxjerr shampanjën, tha, nga feri, tha se 60 vota janë pro, 2 abstenime. Interesant. Në këtë kohë, më marrin nga Beogradi në telefon, thotë Skënder, thotë, besoj se për nga 2 orë, thotë, do të dalin rezultatet, urojmë të kesh fitu. Votum dhe serb? Thash, e kam marrë, thash, njoftimin, kështu, thanë, po. Do të ishte profesor në Beograd, faleminderit se kam prej biletë për Amerikë. Dhe kam prej biletën në vend, mora anunsen e djalit, e cila është Coral Travel, prej biletën dhe kam marrë po prapë një militor, Gasper Legegajn, Texas. Se e kam pa që ka shpeshherë në aktivitetin. I thash Gasper, kam thënë që do vit ve tu flule ke veni ku avrat John Kennedy. Sa e bukur. Thash, më prit se me 21 në dorë jam atje, me 22, unë të kam thënë o drejtor, tha, hajde, tha. Dhe kam hyp avionit, kam shku drejt në Dallas. Kam shku atje, me ka prit komuniteti shqiptar në mënyrë të jashtëzakonshme. E bana për të thënë këtyre që unë kam agent tjetër. Për aty pas në New York, në 2022-shin, në Barcelonë, ne e morëm 100% votat. 100% votat. 100%. Dhe miratimin e IPA? Gjithë që ndorë, po, komplet. Okej, ti Skënder... Ka i prapi moment, se dihet problemi Kosovës.
unë kam disa antar të policisë Kosovës që janë antar të IPA-s në Shqipëri. Dhe serbët më thanë, Skënder, thanë, do të kesh kujdes, sepse Kosova me rezolutë 1244 është territor serb i administruar nga OKB-ja ndaj këtij. I ngjova, sepse unë reagoj shpejt nëse dikush tregon armën, po në muhabet jam mirëditor dhe e marr e bluj kështu me shumë qetësi. I thash, okay. Rezoluta 1244 thotë Kosova është territor serb i administruar nga OKB-ja. Policët kosovar kanë të drejtë të jenë antar diku? Po, e ka statusi. E para punës. E dyta, unë jam antar me drejta të plota tash? Po, që do thotë, tek unë mund vinë, nga çdo vend i botës, si ka IPA, të vinë. Thash, kështu që unë nuk mund t'i them kosovarëve që rrini larg meje, ato mund shkojnë të antarësohen ku ta gjykojmë ne. Edhe ishte nga çdo pikë e kisha thënë shtigjet, nuk mund të thoshin që ndaj këtij. Dhe unë kam disa antarë të janë drejtora policie, të cilët janë antarë të IPA-s. Të IPA-s tu. Janë nga Kosova, sepse janë seksion i Shqipërisë. Okej, sepse Kosova nuk ka IPA. Nuk ka, sepse nuk njihen nga OKB-ja. Po, e ke pjesh, sa kështu është kjo. Po. Dhe ti ke shiko Skënder. Ne flasim nga herë jo i kulti individit, ka qenë një teori e ka hershme kështu, shpesh herë ka recidivizmin në vetvete me radhë, por ka shumë rëndësi individi. Domethënë dhe këtu është e lexueshme që individi Skënder Doda, domethënë ka ndiku për këtë, po mbi të gjitha ka një gjë, se policia, pra dhe IPA, e një vendi të vogël, si Shqipëria. Një vendi të vogël. Pra nuk mund të ketë dominancë, po them kështu, po nga herë dominanca të banë me mend, një dhe me aktivitet frekuent dhe të fortë, dhe të besueshëm për opinionin ndërkombëtar të një organizate të caktuar siç është IPA botërore. Është shumë e çuditshme që vjen dhe bën këtu kongresin ndërkombëtar. Është bën një kongres në Shkodër, më duket. Jo, është ke bë kongresin e IPA-s. Është kongresi i IPA-s shqiptar. Në Vlorë është të mbledh dhe bordi ndërkombëtar. Bordi ndërkombëtar. Okej, po bën një aktivitet ndërkombëtar. Meqense po thu, sepse të flasim për tjetrin ndërkombëtar. Po them, në vitin tjetër ne presim kongresin e Mesdheut, do në një mbledhje mesdhetare, morëm flamurinë se stafet dhe e kemi në qershor vitit që vjen në Sarandë. Kemi shku dhe bëjmë atë mesdhetare, me profesion Mesdheut. Okej, ndërkohë marrim një gjë domethënë. Ke vënë në objektiv të fortë, domethënë që sepse një organizatë sparje ka shumë rëndësi dinamizmi, mënyra se si funksionoj, është shumë e rëndësishme kjo. Dhe kam bërë re që përfaqësuese IPA-s që vinë nga vende të tjera tashmë e kanë një afeksion ndaj IPA Albanias dhe kanë afeksion ndaj Shqipërisë, sepse ju përcjellni fytyrën e Shqipërisë, domethënë. Fytyrën e bukur të Shqipërisë e përcjellni kështu, edhe rigorozitetin e tjerë me radhë. Cilat janë disa evente ndërkombëtare që keni shumë me i sjellën në Shqipëri? Kuptohet të jemi shoqat e re, e para punës, nëse nuk ke besim nga leadershipi i Ministrisë Mbrojtësisë dhe i policisë, është e kotë që të marrësh hapa për të bërë aktivitete. E dyta është bashkëpunimi me pushtetin lokal. Jo për gjë, unë kam shumë respekt për shumë kryetar, por ndihmën më të madhe që ma ka bërë fillimisht ka qenë Voltana Ademi. Në Shkodër. Në Shkodër. Që është bërë kongresin atë kohë, po, që u bën në Shkodër. Po, që fillimet. Që erdhen shumë të huaj. Do të thënë, ne kemi Gjergj Liqesën, që është suport i fuqishëm dhe antar IPA-s, por kemi edhe Voltanën, e cila ka prit të huajt në zyrë, me një respekt të jashtëzakonshëm, dhe të huajt e pas se si funksionon në gjanët. Pra, sepse janë policë atë, nuk janë njerëz këtu tralala. Polici lexon detajin, kupton? Dhe po ashtu kemi Pirin Ndreun, që është kryetari aktual i bashkisë, është antar i IPA-s, i IPA-s Shqipërisë. Kemi pas marrëdhënie të mira dhe kuptohet me Bashkinë e Tiranës, me Bashkinë Vlorë, ku kemi zhvilluar aktivitete, me mjaft miq e shok, sepse është çështje besimi, nëse nuk kanë besim, domethënë është kot që të ashtu. Dhe kuptohet të gjithë ministrat
duke filluar nga Sanërleshi deri tek Ervin Hoxha, të paktën për pjesën që kam punu, na kanë dhënë suport të jashtëzakonshëm. Na kanë dhënë suport të jashtëzakonshëm, thjesht se shpesh e fjala suport llogaritet lek, jo, ne nuk e kemi pa me lek. Suporti të thotë vazhdo, sepse i ke shumë mirë dhe nuk ke pengesë. Qoftë të dhënë leje policëve për të marrë pjesë në aktiviteti që bën në Shkodër, ne kishim një numër të madh punonjësish policisë, të cilët o kishin marrë leje ose ishin me leje zakonshme dhe erdhën punon vullnetarisht, sepse nuk mund të organizosh një aktivitet aq të madh pa njerëz. Duke caktuar edhe përkthyesin, edhe shoqëruesin ekipit, duke caktuar vendet tek hoteli. Unë kam mësuar shumë gjëra tash. Nëse në hotel të vjen njëri dhe vërtet me zgjidhje që këtu janë kushte mizerie, ajo fjala shkon këtë gjithë. Po duhet me marrë masa me likuidu shpejt defektin dhe mos mi lënë njerëzit me prit. Të gjithë kanë punuar si sahat zvicerani themi ne. Okej, shiko të vim te aktiviteti i Shkodrës, sepse unë mendoj që kjo është pika më kulminante, domethënë. Pika më kulminante është sepse këtu për herë të parë në Shqipëri bëhet një kampionat ndërkombëtar i futbollit, botëror. Po. Pra botëror, kampionati botëror i futbollit të skuadrave të IPAS. Të IPAS nëpër botë. Në fakt, Gjergj, unë fola pak përpara, sepse thash Skënderi, po ka dhe shok e një se pa të zbëhet. Arden Saganjori, unë i themi çmen, kuptimin e mirë të fjalës. Thot Skënder, thot e kam ëndër thot të bëj një kampionat thot për 4 figurat kryesore të sportit shkodran thot. Po. Ta bëjmë nivel ballkanik. Savabizin, Pavlinoin, Zaragamin edhe tjetër se ashtu. Thash Zhegën, Po i thash e bëjmë. Mirë po, kur thuhet Oreksi vjet duke ngrënë, ta pse mos sa bëjmë botëror? Lutem Martian thash, boll ka dhënë koka. Është të lutem mos më ke krah thash se unë shpesh e miqve ju drejtohem jo për lek, po për suport. Prodhime vendase, sigurimi i ambientit, sallat, njëri ndriçimi, fonia, pra të gjitha që kalojmë lek, unë nuk i marr lek pa e siguron. Tash më duket edhe si më qenë lypsar thash. Jo, do e bëjmë këtë. Ardiani njeh turizmin shumë mirë. Dhe aty në lojë për të baktë kamerat ishin spanjoll, ishin kroat, ishin sloven, ishin shumë. Mi pa Ardiani si Biruc, që është ja u kapi çmimet. Aty i vu çmimet tanta. Ardiani punoi me çmimet më poshtë. Edhe mas një muaj na thanë që po, Shqipëria fitoi të drejtën e organizimit të kampionatit. Edhe ta bëjmë në Shkodër. Në Shkodër, po. Në atë kohë ne kemi kriju grupet e punës, kemi nes motorët dhe kemi kalu në çdo, vetëm se s'kemi pas njerëzit këtu, si thush, gjitha veprimet. Sigurum mbështetje nga ministri, nga kryetari i bashkisë Shkodër, nga klubi Vllaznia, atje, nga miq të tjerë, nga kisha katolike, për fushat, për gjitha, nga Fondacioni Maltezer, nga shoqata që merren me menaxhim për çështjet të dhënies ndihmës shpejtë të gjithë ne e ngritëm korpus në letër dhe filluam kontaktet. Shiko, me Federatën e Sportit. Po, e qartë, shiko tani, ne të marrim këtë moment, është bën një përmbledhje filmike e asaj dhe unë them ta marrim pak të shkëlqitur fazë pas faze dhe e kam darë të që besoj mund tjetë këtë 12 minuta, diçka kështu, edhe flasim nga pak për secilin. Edhe kemi fillimin me hapjen, të më thënë, është ardhja në Shkodër, po është brillante mënyra se si vinë në Shkodër ekipet e ndryshme përfaqësi nga IPA-t e shumë shtete të botës, edhe ta ndjekim pak.
Attention, please. Pra është kjo pjesa e hapjes, është brillante, ajo Shkodra kështu duket dhe më bukur Shkodra me kaq shumë polici. Një thot, keni bërë sa 2 shkollë si u Emli. Po, si u Emli, po. Ishte jashtëzakonisht, do të thënë Ardian Sakenjori punoi bashkë me Pandilaçon, që ishte drejtori kulturës në bashki, bashkë edhe me pjesëtarët të bashkisë për skenarin dhe kalkulum çdo detaj e cila do ishte në funksion të hapjes. Kuptohet me policin, me flamurët e shteteve përkatëse në 2 krahët dhe përpara se sa të vishin ato që vishin me mjetë fqinjit tanë, që vinë me makina, ne u kishim dërgu logon e IPA-s dhe të Neshjes, e printuar dhe vonë makinë dhe me herë policia kufitare në Korçë, në Shkodër, me procedurat përshpejtume i dha rrugë që mos të kenë pengesa. Pra ato e një IPA-n që në fillim. Ka shumë rëndësishme. Dhe kudo, sepse drejtoria përgjithshme u dërgoi letër të gjithë drejtorive të cilët merren me problemet kufijit e terrenit të gjithë dhe ishin në djeni gjithë që në Shkodër po bëhet një aktivitet i madh. Edhe po të shohim pamjet tani, për shkak pamje po të shohim tani është ai rreshtimi aty. Pastaj pas rreshtimit në tek stadiumi edhe është himni shqiptar, si rregull, edhe himni i IPA-s. Si rregull, në gjitha kongreset, në gjitha aktivitetet është himni i vendit. I vendit ku bëhet aktiviteti, himni i IPA-s. Edhe himni i IPA-s është një himn shumë interesant. Po kush e ka bëj himni? Një francez ka bëj, po edhe këndon miqësisë. Që okay, që të kuptojmë gjë se kauza si është vet IPA, domethënë preambulën që ka. Servo per amicheko, e ka edhe kjo hilen mrena. Po, për te o pak dhe në shqip tyre? Servo per amicheko do të thotë shërbejmë për mes miqësisë. Nuk është shkruajtur as i gjuhë botës, po është shkruajtur në gjuhën Esperanto, që mos i ngelet hatri asnjëri. Mos ketë problemet të dominimit. Edhe këtë e ka në përmbajtje himni. Sepse edhe vet IPA nuk njeh grada as funksione. Jemi gjithë miq. Krejt miq. Ktu është nënviceri, ktu është drejtori, ktu është Gledis Nano, që është antar i IPA-s. Këtu është edhe Enershima, ose në Shkodër edhe në Laç, në Lezhë që kemi antar të IPA-s, pra nuk ka të bëj se është funksionar, këtu jemi miq sot një. Okej, se më pëlqej shumë ky moment. Edhe kam dëshirë që t'ja u japim teleshikuesve ta ndiqin këtë pjesë të rrjeshtimi, edhe himni kombëtar shqiptar dhe himni i IPA-s, ndiqeni. Pjesëmarrësit e aktivitetit bëhen të arrestuar. Të dashur efektiv të policisë, ju përshëndes. Welcome to the first football tournament of IPA. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë event të veçantë të sportit futbollit. Le ta nisim të ceremonisë zyrtare me 2 himnet, respektivisht himnin e shtetit shqiptar e më pas himnin zyrtar të IPA-s. Skënder, pra është momenti pasaj që janë përshëndetjet. Janë përshëndetjet që unë do t'i japim to, por kam vure që ke përshëndet ti, ministri dhe presidenti i IPA-s botërore. Po, që është Martin Hoffman, është austriak. Është austriak. Po. Ky. E kam vure kolonel në policinë austriake. Po, e don IPA-n tuaj. Don dhe Shqipërinë. E kam thënë Martin, historikisht Austria ka animuar Shqipërinë. Po, edhe në këtë rast me IPA-n i ka takuar me qenë. Në
më përpara, por edhe në Po qoftë në hapjen e arsimit edhe kohën e luftës së parë shqiptar, botërore, por edhe me Vranickin në fund fare. Po edhe me Vranickin, pra që nga qeveria e Vidit, po me Princ Vidit deri tek Vranicki që erdhi në momentin më. Është historia, ne nuk mund t'i kundërshtojmë dot sa gjana. Kështu që kjo me sa duket e ka shtuar afeksionin atij, sepse e di pse. Sepse ky thotë kështu. Ne gjatë disa ditëve emocionuese në Shkodër dhe Velipoj, 19 ekipe meshkuj dhe 4 femra nga gjithë bota IPA u bën bashkë për të konkurruar, lidhur të festuar atë që vërtet na bashkon. Një falënderim për zemër për IPA Albania për mikpritjen dhe angazhimin në pritjen e këtij eventi ndërkombëtar. Në veçanti thotë duhet të shpreh vlerësimin tim sinqert Skënder Dodës, presidentit IPA Albania për drejtimin e tij, Ardian Zaganjorit në kryetare dhe Eda Toskës, sekretarit përgjithshëm për koordinimin dhe mbështetjen e Palollos dhe Kristos Parginos. Kryetarit Komisionit Social Kulturor dhe Mihaj Tartarenau, ky do të jetë Romund duket, kryetari I projektit sportiv bëjt mundu këtë turne premier, urime kampionëve tanë, etj do flasim pak më vonë për këtë, por gjithsesi le t'i ndjekim pak përshëndetjet edhe Skënderin, edhe drejtuesin e IPA Albania dhe ministrin e Mbrëmshëm të Shqipërisë, ndiqeni. Serve për Amikeko, shprehje e cila na ka mbledhur nga gjithë bota. This is the expression that brings us from all over the world. Një korpus të madh punojësh policie prej 600.000 vetësh në gjithë botën. Representing a big corpus of police officers from all over the world. Good evening, Mirem Prema. It's a great honor and also a real pleasure to welcome you all to the first ever IPA football tournament here in the vibrant city of Shkodra. IPA Albania repeatedly proved itself to be an outstanding organizer and host, and today is a perfect example for that. Është një nderë dhe privilegj për mua që t'jem këtu sot. I greet all the organizers. It is a pleasure and a privilege for me to be here this evening. Në një nga qytetet ku sporti, kultura kanë treguar gjithmonë që janë në vend parë. In one of the cities where sports and culture have proved to be first of all. Le ta nisim së bashku këtu një kampionat me një frymë pozitive, miqësore, vëllazërore. Thus, let us start together a tournament in a spirit of friendship and brotherhood. Skënder, pas përshëndetjes, se është e pamundur, mu më ka taku që ne kemi bashkëpunim bashkë, edhe sa I përket traditës me radhë. Por, kam vure edhe në samitin Europian, edhe në gjërët që ka bodhe qeveria shqiptare. Por përgjithsisht edhe politika kur ban nga I herë, është e pamundur të mos futet tradita në mes. Pra dhe në atë amfiteatr të jashtëzakonshëm miqësor në mes IPA-ve të vendet ndryshme të botës, do të ketë se s'ban traditë shqiptare. Edhe kjo ka qenë një pjesë e bukur që e pritni njerëzit atë? Shumë, tash ka I gja. Në aktivitetet që ju keni marrë pjesë në IPA-n dhe keni performu, niveli I pjesëmarrësve ka qenë funksionar të lartë të policisë dhe të IPA-s. Pra, kurse në aktivitetin në Shkodër, krahas këtyne ishte edhe numri I madh policësh, roli bazë, ishin futbollistë, por edhe familjarët e tyne dhe turistët. Sepse për shembull me vërtet Bullgari solli një ekip meshkuj dhe një ekip femër, po kishte 93 vetë të tjerë turistë që I kishin ardhur aty, me radhë pastaj Bosnia e tjerë, me radhë grek të gjithë Çipriotët dhe ato shkojnë dhe me në tjera. Shikojnë për shembull se si ka traditën X I Y. Ne kemi kolorit, ne kemi shumë kolorit, ne kemi dinamizëm dhe ato shokohen. Unë nuk të thamë që këtu lujtën menç, ishte shumë bukur, se sa aktivitet që bëmë në Durrës me dasme militore. Seriozisht, ja kam thënë tjerëve, më kanë dalë njerëz të cilët më kanë thënë kaq. Skënder, jo kur ke qenë ti, ke ne, por edhe kur s'ke qenë ti ke ne s'kemi bërë aktivitet të tillë. Vishin si thush, dur për pjetë, dorëzu, thëshin, ti ke pa një organizim, të bësh një dasmë militore, ti marrësh krushit nga vendet e Ballkanit, ti ulesh në sofër, të ngjojnë këngët aty të gjitha. Rritet e moshme. Ishte brillanti. Po ashtu edhe Mokra në Shkodër, po prapë me ju. Po ishte, po ndarja e vezëve,
Po. Si një shërbim, do të ajo ishte një familiarizim, nuk ishte falso. Ne miqësi nuk e kemi falso. Nuk e kemi me sfond tjetër, po e kemi miqësi të hapur. Shumë bukur. Aty ne keni sjellë përmes vallës shqipe, sepse në fundit vallja shqipe është shumë interesante, domethënë, nga jugu në veri. Por keni sjellë edhe koloritin e veshjeve, sepse aty kemi edhe veshjet Shkodrës, aty është Majcisë Madhe, element koreografik edhe etnografik. Edhe ato janë kënaq shumë atë me çfarë pashun, do të thotë shumë bukur. Kam dëshirë që teleshikuesit ta ndjekin atë moment shumë bukur, janë disa valle shumë të bukura të kërcyera, bukur dhe nga zona e Shkodrës, por që i ka dhënë kolorit dhe një stadiumi tanë aq më tepër. Edhe muzikë të lehtë, çuk nuk. Edhe muzika pastaj shumë nuk kam pata ato pjesë, ka qenë gjë shumë e bukur. Ndiqni aty nga stadiumi Loro Boriçi në Shkodër këtë pjesë shumë të bukur. Ndiqni. Këtu është dhënia e fanelës të ministrit edhe pastaj ajo që ka rëndësi tani janë ndeshjet. Janë ndeshjet sportive. Domethënë aty ka pas garë pastaj për ndeshje, se kush do fitonte. Aty pastaj në vërtet miq, po në fushë luftohet fort. Dhe u bën ndeshje të mira domethënë. Ndeshjet ishin shumë mira. Po. Kemi pas për të shmangë çdo paragjykim ne morëm në gjykim arbitrat huaj të certifiku. Po. Sidomos për ndeshjet e Shqipërisë nuk ka qenë asnjë shqiptar. Sepse nuk dëshim që të pamensohet që jo pati hile andaj këtej, sepse ndodhin. Po. Dhe ndeshjet u zhvilluan në stadium Shkodrës, po ashtu dhe në Velipoj, të cilët na i dha Kisha Katolike fushat. Po. Me gjithë infrastrukturën, me Dom Marianin i cili
dhe ai shembullush jashtëzakonisht të mirë, me prezencën e tij gjithkohës, por do të them një fakt. Policia është policë nga herë, i themi në me atë termin kështu. Ne kishim siguru ujë sasi të madhe. Dhe për shkak se ishte vap, jepshim shishet e ujit dhe lojtarët e ktheshin një glënk, shpejt e hidhin shishen nga herë kështu për tokë. Po. Sepse duke mate shishen me pi prap. E hidhte, do Mariani i merrte shishet, ja vitte luleve që kisha afër dhe i merrte shishet, shtypte i futën kosh plerave. Tash këtë se kishim parashkuar, thash duhet me ndërhyj herë tjetër që shishet e ujit për sportistët të jenë vogla fare, që ta pi me herë. Po, mos lejnë gjëra në përfush. Po, deri edhe tek tualetet. Po. I përdorim. Janë gjana, shiko, me bëmi një gjuhë kështu, mos mi provu, thot çan këto budalliqe. Po kur i futesh vetë në detaje, dalin 1001 probleme. Po, e qartë. Shiko tani, në ballafaqsimin e parë që keni pas, më duket se keni qenë me Serbinë. Moldavin. Me Moldavin, po keni fituar me Moldavin. 1-0. Gjë do themi gjë. Unë di që kemi fituar ndeshje parë me Moldavin 1-0, kemi fituar gjithë ndeshjet dhe kemi dalë kampion. Po. Por në fjalë përshëndetse timen, tash unë nuk më më as rezultat. Po. E di që unë marr kupën e botës pa i bën ndeshjet, kuptimin e asaj spektaklit, e pritjes organizimit. Rezultat teknik ti marrë me tjerë tash. Okej, po le ti marrim pak të, sepse për shembull ne kemi një ndeshje IPA Albania, ekipi i futbollit me IPA-n serbe, Serbisë. Fitum. Edhe kemi fituar, nuk di që me çfarë rezultati. Më duket se 3-1. Po 3-1, po diçka kështu 3-1 dhe fill mbrapa ishte ndeshja Shqipëri-Serbi. E ngarkuar emocionalisht. Shumë. E jashtëzakonshme. Do të them gjë, ne për shkak po se kjo është e veçantë, domethënë çfarë ndodh domethënë këtu. A luajten si serb me shqiptar këtu po ekipit e policisë apo luajten pa ngarkesa? Jo, pa ngarkesë. Se kjo është e rëndësishme, pra, kjo është e rëndësishme. Absolutisht, domethënë ne kemi pas raste që edhe kur zohet shkoj jep dorë sepse është fair play, edhe kemi pas porosi shqetësim, thosh ndjem jeni djem të ri, edhe me shok ty mund nxeheni në herë sepse loja ka atë, unë kam qenë vetë sportist dhe e di se ç'do të thotë emocion në fush, por mos harroni. Ne e kemi shpall këtë kampionat përpara se të shpallte ndeshja Shqipëri-Serbi. Se ne e kemi marrë që në muajin tetor, në muajin dhjetor ose janar duke se u shpall data. Po. Dhe që mos na sfumonte, sepse policia do ikse menin në krau tjetër, ne morëm masa për rregullimin e orarit, e ngushtuam disa aktivitete që të paktën të shijohet ndeshja këtu dhe pastaj në datën 7 të jetë ndeshja Shqipëri-Serbi sepse policia do kishin në syt edhe menin nga ndeshja sepse kuptohet u kariku dhe opinioni qofte edhe me deklarata Serbi që shkoni shemen në Shqipërinë e më the tash nga këto zakonshme ballkanike. Po ballkanike politika. Por jo. Ne kemi pas 2 raste, është pak për qesh. Një lojtar spanjoll dëmtoi themën e akilit. Me herë kuptohet, e morëm me çum spital për dreq. Spanjolli thotë jo, nuk keni mjeksi ju, thonë. Po zoti këto janë mjek mirë. Jo, thotë u kam lexuar media që ju s'keni fare mjeksi, thotë. Edhe preu biletën e kthimit. Kuptohet kur ka aktivitet duhet me marr pas makina gatishmëri, se nuk ishte thjesht lëvizje e ekipit, po ishte lëvizje e individit. Dhe i tham, okay, nesër do të çojmë ne në Rinas. Ka dalë shoferi jonë do e kërkuaj gjeti të ba plazh. Ja. Po, gjeti të ba plazh. Hajde se do t'i avioni, tha. Po ashtu një vajzë malazeze u përplas me kokë me bullgare, por atë kapi frika e madhe, si thosh, pati një lloj tronditje kështu, dhe u mblodh me ekipi mjekëve gjithë e qetësuan, që nuk ke kështu, dhe u largu. Janë gjëra të pritshme. Okej, unë du që të ndjekim sa pamje të që kemi, janë me dronë ato, po janë të stadiumi, janë disa ndeshje, është të sjell një miksazh ndeshjes, ti ndjekim pak se atmosferën, më shumë atmosferën domethënë që na sjellën në ndishje. To make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're living our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.
Skënder, është shumë kënaqësi me fol me ty, unë e thash edhe në fillim, edhe ju i keni dhënë emër IPA Albanjës, por mbi të gjitha i keni dhënë emër Shqipërisë. E nisëm me turizmin policor. Mase është një nocion publicistik që na erdhi ndërmend në atë kohë, por besoj që ndeze flakën. Po kjo i ka shërby, domethënë kjo, IPA Albania i ka shërby turizmit, sepse ti përmendet sikur thjesht të njerëz që kanë ardhur më rrap, por edhe ajo që është efekti zinxhir pasaj që vjen. Ajo që përcillet atje ku është në shtetet përkatëse me radhë. Ndërkohë, çfarë keni tani? Çfarë do ndodh me IPA-n? Çfarë po bëni? Edhe ku synoni gjërat progresive që keni, projektet tuaja progresive? Ne kuptohet që hartojmë dhe planin vjetor të aktiviteteve. Vendosim datat kryesore të aktivitetet të IPA-s botërore, që duhen ndjek nga leadership i IPA-s, pastaj kemi trajnime, kemi aktivitete me rinin, me gratë, pra ka larmi aktivitetesh. Për vitin që vjen, sepse ne këtë vit kemi edhe kongresin botëror në Poloni, që do shkojmë, kemi dhe aktivitetet tjera, ndërsa për vitin tjetër ne kemi marrë të drejtën e zhvillimit të konferencës mesdhetare, e cila mbledh gjithë vendet e mesdheut, dhe kemi gjykuar që ta bëjmë në Sarandë. Duhet të shijoj që kur marrim masat edhe i raportojmë, shpesh herë ne adresojmë edhe te OSB-ja për të pas një lloj, le të themi, një lloj suporti që ne po shkojmë në Sarandë, po shkojmë tek hoteli i Gjergjit, fjala vjen, dhe nuk kemi probleme, jo se policia nuk i di, por si IPA ne nuk bëjmë hetim. Dhe kemi gjykuar që Saranda të jetë në fokus për këtë kohë, sigurisht edhe me miratimin e bordit ndërkombëtar, dhe them që do na dalë shumë mirë, dhe pastaj janë aktivitetet të zakonshme, takime, trajnime që bëjmë me efektiv. E rëndësishme është për të majtë frymën e gjallë të miqësisë, sepse siç e thash, IPA është dhe një lloj organizate ku njerëzit ndihen shumë të lirë, nuk kanë probleme as me karrierën, si thosh, dhe shërbejnë edhe si antistres. Ka shumë njerëz të cilët bijnë, punojnë me shumë pasion, shumë dëshirë, si një mënyrë ndryshimit të jetesës tek në punën që kryejnë. Sepse dihet që policia është pjesa më e goditur sa i përket stresit. Le të thonë shok, miq, kolegët gjithë, por polici është një person i cili është në presion të jashtëzakonshëm. Është presion nga rruga, është presion nga politika, është presion nga ligji që i përket, dhe ai njeri ka nevojë që diku të ketë qoftë një këshilltar psikologjik, qoftë një mentor psikologjik, po qoftë edhe një organizat, një shoqat që edhe të shprehet. Është shumë e rëndësishme. Ndoshta nuk është objekt i këtij konveni, por ne kemi konsiderat gjëra të tilla. Shumë bukur, Skënder, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe di që kemi nevojë për të bërë biseda të tilla, kemi nevojë për organizata të tilla që nuk janë falso, por që shërbejnë në shumë plane, në shumë dimensione, dhe ky dimensioni siç e përmend dhe ju, një psikologjik, ulja stresit e tjerë, është qasja për ato cilët mendojnë se me daljen në pension ka mërur gjithçka, aktivizmi i tyre tjerë me radhë, dhe është me tepër bashkëpunimet, ndërveprimet sot me botën globale, duke ndet brenda identitetet, duke shpalos pastaj edhe identitetet tona siç i kemi të shkëlqyer përmes traditës, qoftë edhe në një organizat policore. Ky është një shërbim i madh që me thjeshtësinë e vet Skënder Dota i bën kombit. Unë falenderoj shumë. Falenderoj Gjergj, ta kam thënë dhe publikisht edhe me një tjera që ju keni qenë suport shumë i fuqishëm dhe unë nuk e harroj kurrë. Madje thash në Shkodër, sa ti je IPA, e ti je unë president, thash Mirdita do ketë vendin e vetë. Jo për gjë, po e meritoni. Ajo që thatë ju është plotësisht e vërtet. Kjo intervistë është vetëm me mua këtu, por thash, unë kam shokët e mi se pa ato është e pamundme. Du të kesh vizionin e Enkeleta Toskës, këmbgullin e saj du të kesh çmendurinë
se pak pa çmenduris bëhet, Po. të Ardian Zaganjorit, Ardianit, po. i cili i kam bëjë dhurat, dhe ja, masi ta dish, jam një person duke ngrit një gjyle të ranë. E kam thënë 24/7 non-stop, sepse është jashtëzakonshëm, është njëri që e përjeton dhe e quan fitoren më të madhe që ja bani Shkodrës një dhuratë kaq mirë. Do të dish i gjatë. Kur je jashtë shtetit, telefonat mbahen nga dishmërisë, këtu është nga familjet e gjithë. Dhe kur i thot që jam në Shqipëri, jam Vilipoj, shive kamerën ku jemi këtu, jemi aty, shkum këtu, në Kalat të Rozafës, në vende tjera, dhe më thënë, vetë ky punojës policie me telefonin ti bëhet, si thush, promotor i turizmit për vende tjera. Dhe kemi shumë kërkesa. Unë çdo herë marr email se ka një format që do vi filani, ka këto të dhana, antari i pëse funksioni atje, do vi, ka qef thot vetëm me pi kafe. Ose ka qef me vizitu një komisarat policie, ka qef me vizitu Akademinë e Policisë. Dhe ne duke pas këto gjana, tregojmë që jemi shoqëri hapur në kuptimin e mentalitetit, sepse ke parasysh dikur të pyetje ku është policia, si që ishte, shikoshin me dhe ne jemi brezi vjetër. Po, me dyshim. Pse po pyet. Kupton? Gjithsesi, IPA them që do të zhvillohet, do rritet numerikisht, sepse edhe brezi që vjen është më pa ngarkesë nga brezat e mëparshëm. Ju fol për pensionistët. Me të vërtet, pensionistët nuk du ta lëshojnë veten, me thënë jam pensioniste me shku vetëm thjesht me shty ditët. Unë jam pensionist i programu, për shkak të angazhimit që kam, por dhe po mos isha me IPA-n, prap, thëmë që edhe kur shkojnë në dynja, do i lutem Zotit ku azyra punës, më gjej punë, se s'mund ta imagjinoj do të që tri kështu në shty kohën, po ashtu edhe ti. Shumë faleminderit Senator Doda, ishte shumë kënaqësi. Atëherë të nderuar teleshikues, ky ishte kuvent për sot me Senator Doda, një kuvent pak më i gjatë, po se ja vlete dhe besoj se ju do të kënaqeni me këtë bisedë. Do rishihemi sërish në kuventin e radhës këtu në Akroris TV, edhe ndiqni këtë emision në platformën e Nexus.com, në YouTube duke bërë subscribe, në rrjetet sociale e tjerë me radhë. Është një gjë e bukur për gjithë lezhën, për krahinën përgjithsisht të veriut të Shqipërisë. Mirupafshim në emisionin tjetër.